Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni, sapo ka filluar java e re, dhe ne tani do përpiqemi të jemi më të qartë si në fillim jave. Në pjesën e parë të kësaj fillim jave, ne do të këtij emisioni do të diskutojmë për një përpjekje që ka nisur zoti Ermal Asimja për të bashkuar opozitën dhe më pas për të larguar Edi Ramën nga pushteti. Po, a duan partitë e reja të bashkohen me Sali Berishën? A duan ato të rrëzojnë Ramën që në pushtet pastaj të vi doktori përsëri? Do të bisedojmë dhe të kuptojmë se ç'është kjo iniciativë. Në pjesën e dytë ne do të kemi të ftuar zotin Blendi Klosi dhe do të diskutojmë për disa çështje të aktualitetit politik, si reforma territoriale, e cila u bllokua dhe tani është bllokuar, orët e fundit e bllokoi opozita, dhe tani erdhi përsëri zhbllokimi. Me sa kuptova unë tela, se bashkë e biseduam këtë temë, është interesante, ishte shumë, por edhe këtë do të zgjidhim tani në pjesën e dytë. Do vi zoti Klosi, ai jep sqarime, përgjithsisht. I sqaron kështu me pak kështu me kujdes, si puna tënde tela. Kujdes, ëh? Jo, nuk u jep ngjyrë për po si thotë ngjyrë nuk fitoni orën. As ai sfiton aty te pushtetas, e kupton. Tani, në pjesën e parë, unë kam zotin Agron Sheja, kryetari i Mundësia, faleminderit shumë zoti Agron. Bravo, faleminderit. Besart Xhaferi, deputet i Partisë Demokratike. Faleminderit për ftesën. Ty të duan gjithmonë të jesh deputet ata aty. Pastaj më shumë se deputet nuk e dim. Me ç'kuptojmë të gjitha. Zoti Baton Axhiu dhe zoti Andi Tela, faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërsa në studion 2 do të jetë me mua pasi të mbarojmë me lidhjet, zoti Elton Laska, sekretari i përgjithshëm Shqipëria Beti, do të pyetet dhe ai nga që shefi i tij, jo se nuk të duam ty, mirëmbrëma, faleminderit, por shefi është në një okupim tjetër televiziv, do të jetë ende këtu dhe unë, por unë do të pyes ty sot. Faleminderit shumë. Para faleminderit për ftesën, e dyta, ne nuk kemi shefa, por jemi bashkëthemelues Televizës Shqipëria Bëhet. Tani shefa, të gjithë shefat këtu janë shumë të rëndësishëm, po kjo Shumë mendon ti, pas këtë gjatë as ti aty. Shumë mendon ti, po, unë të them atë Në lidhje direkte do të jetë Ermal Asimja, politolog, dhe më pas Arlin Qori, kryetar i Lëvizjes Bashkë. Arlini nuk do të jetë këtu. Mirëmbrëma zoti Asimja. Faleminderit shumë. Bashkë do sqarojmë ja 2-3 gjërat, që edhe unë se në drejtën nuk është se jam shumë i qartë. Pozitive shumë duket lëvizja tënde. Faleminderit. E jona, jemi një grup. E grupi, lëvizja e grupit tuaj duket interesante dhe pozitive. Shumë vite më parë kur bërja unë, fillova gazetën, unë që bëra një gazetë, Gazetën Albania, nuk duhet ja them emrin dikur se është ai tani dhe si do jeti, thane, pyetën se ishte njëri shumë i rëndësishëm që këshillonte dhe doktorin dhe lartë, por shumë i rëndësishëm. Si do jetë kjo gazetë? Por negative, tha, si koha jonë, në sensin pozitiv. Do të ishte gazeta që e kupton se ti i ke jetuar ato kohë dhe do me thënë negative, por në sensin pozitiv. Po Ylli, se ka filluar të të lështoj pak kujtesa më duket, unë jo vetëm që kam jetuar ato kohë, po kam punuar dhe gazeta jote. Po sigurisht. Bashkë me Ad Kraftën, kemi qenë e faqja e kulturës. Po ndryshe nuk do të tregoj atë. Nëse ti nuk do të kesh punuar dhe nuk do të njihni një situatë, se për shembull, po ti u shpjegosh të rinjve tani nuk e kuptojnë fare këtë. Negative në sensin pozitiv. Pozitiv për krahun nga ishim, e kupton? Tani, pas te do të jetë zoti Arlin Qori, cili është shumë i qartë në vendimin e vet dhe unë e kam thirrur jo në studio, po thjesht në një lidhje që ai ta rikonfirmojnë dhe një dhe unë bisedoj këtu për problematikën. Tani, ju keni ndërmarrë iniciativë që thash duket mjaft pozitive ose një iniciativë po duket dhe gati për nga vështirësia si mision, si një detyrë shumë e vështirë, për të bashkuar forcat opozitare. Dhe çfarë qëllimi fare shkurt popullatës, ja thua ti, ke me këtë ide, kini grupi me këtë ide, dhe çfarë ke arritur deri tani? Atëre, ne kemi konstatuar që partitë ndryshme të opozitës
kanë disa objektivat përbashkët. Dhe kemi menduar që pa pretenduar për shumë larg, përpiqemi që ti koordinojmë, ti rakordojmë, që të ndërtohet një lloj bashkëpunimi për të arritur ato objektivat përbashkët, që nuk janë vetëm këtyre partive, po janë në fakt edhe në interesin e përgjithshëm. Nuk bëhet fjalë për të bashkëpunuar, për të bashkuar me Berishën, e para bëhet fjalë për bashkëpunim dhe jo bashkim. Dhe e dyta, qëllimi nuk është i kësaj, siç thuhet nga një herë, që të bëhet Berisha kryeministër, s'ka lidhje fare me këtë gjë. Siç e dini, zgjedhjet nuk janë tani, zgjedhjet janë pas 3 vitesh e gjysmë. Dhe në rastin konkret, qëllimi është që këto parti, ato objektiva që i kanë dhe i shpallin gjithë ditën, të arrijnë të bashkëpunojnë për të realizuar. Domethënë, në radhë të parë të arrijnë të garantojnë ose të paktën të luajnë rolin e tyre për të marrë garancitë e nevojshme për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kemi konstatuar gjithë se çfarë niveli kanë qenë zgjedhjet, përfshi edhe OSBE-Odirin, jo vetëm ne që jemi këtu, pra e kemi të konfirmuar problemet. E dyta, të ndërtojmë një kod zgjedhor i cili të jetë i pranueshëm për të gjitha partitë, të reja, të vogla, të mëdhaja, të vjetra e tjerë, si të doni ju. Dhe gjithashtu të kemi një mbështetje për sistemin e drejtësisë, për një drejtësi kushtetuese që funksionon, që godet krimin e organizuar dhe korrupsionin, kuptohet brenda kornizës kushtetuese duke respektuar të drejtat dhe parimin e sigurisë juridike. Domethënë, këto janë qëllimet, nuk është përmendur me asnjë moment se kush do jetë kryeministër, se si do bëhet, se çështje koalicionesh, nuk e di se çfarë. Këto objektiva që unë thash, janë objektiva që do t'i gjesh në ligjërimin e secilës prej partive, përfshirë edhe 2 partive të cilat që kanë shprehur kundërshtimin e tyre. Pavarësisht i dashur nga qëllimi dhe ideja dhe qëllimi sigurisht jashtëzakonisht mira, qëllimi i këtij bashkimi është rotacioni, apo jo? Bashkëpunimi edhe rotacioni, ndrimi, pushteti. Se ti nuk po futesh tani deri në thes për të bërë një NGO, si që janë bërë NGO-t shqiptare panur. Tani, është rotacioni. Pra, largimi Edi Ramës dhe ardhja në pushtet, se ti s'do për këte, por ardhja në pushtet e Sali Berishës, i cili ka thënë, ky është një mision. Unë kam tani një mision, tha. Misionet zakonisht i jeta i lartë. E ka dhe Adriatik Lapaj këtë mision. Këtë mision e kanë gjitha partit. Edhe Agroni, më, të gjithë e kanë. Po patjetër, dhe Agroni, edhe Arlindi, gjithë e kanë këtë mision. Nuk e ka vetëm Berisha. Po. Por Berisha thotë, tani, ja një sekundë, a i do të... Po pra, do bëj zgjedhjet, tani, dhe do të zgjidhet dhe 4 vjetë kryetar Partisë Demokratike. Dhe në pas 4 vjetësh, a i do të përpiqet, mund të ketë atë qeverin teknike që thonë ju e gjitha, po mua më duket që të dorëzohet një njeri, vështirë është dorëzohet një njeri me qeveri teknike. Tani, një njeri që është në pushtet me votat që ka e gjitha. Me gjitha të është një përpjekje normale e opozitës legjitime, totalisht. Por, ju po iftoni të nderuar kryetar dhe partitë e vogla ose partitë opozitare shqiptare që në krye të jetë Sali Berisha. S'është e vërtet fare, absolutisht. Me Sali Berishën ke biseduar i dashur ti për këtë problem? Unë kam biseduar me Sali Berishën, kemi biseduar bashkë me të tjerët, kemi biseduar edhe me Eltonin që e kishit në Skype, ishim përpara pak orësh bashkë, se ne jemi vajti ardhi tani midis palëve të ndryshme aty, derisa të arrijmë në një pozicion të bashkëpunues, të rakorduar, dhe në absolutisht në asnjë moment e keni dhe Eltonin aty, e keni dhe Besartin aty, mund t'ju a konfirmojnë, që në asnjë moment nuk ka pasur diskutim se kush do bëhet kryeministër, sepse nuk bëhet fjalë fare për këtë, s'ka pikën e lidhjes me këtë. E vetmja gjë që ka rëndësi në këtë moment është që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, të kemi një qeveri që i garanton të zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe logjikisht do duhet të jetë një qeveri, supozojmë në rastin e Maqedonisë, tranzitore, teknike, quajnë çfarë të doni, edhe me garancira ndërkombëtare, pse jo, dhe të kemi një kod zgjedhor që mundson përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve. A i dëgjuat me ndonjë vend që duhet bëhet Berisha kryeministër? A mendoni ju se Adriatik Lapaj do futej në këtë diskutim? Po unë nuk bem, as Adriatik Lapaj as njëtë, Berisha do shkoj në votime
në zgjedhje, patjetër, ose teknike, ose pas zgjedhje politike që do ndodhin, për të bërë kryeminist e Republikës Shqipërisë. Dhe njeriu që merr votat e popullit shqiptar, Sali Berisha ka marrë 500.000 vota në zgjedhjet e kaluara. Dhe ai bëhet kryeministri i Republikës Shqipërisë. Për mua. Nëse merr votat e shumicës shqiptarëve, le të bëhet. Po ndoshta i merr Adriatik Lapaj. Votat e... Ndoshta i merr Tashamir Shej. Ndoshta i merr Fatmir Metiu. Ashtu i merr dhe ai Pilinçi jo se ai ka... Po mund të marr dhe unë ndoshta. Ky tjetri. Po çmë si ka? Jo, i Shkodrës. Sheri. Nuk ka rëndësi, nuk jemi... Ndoshta i marrin dhe ata, më ndoka të gjithë. Jo, në rregull. Nuk jemi tek diskutimi, jemi 3 vjet e gjysmë larg. Nuk jemi tek diskutimi se kush do bëhet kryeministër. Jemi tek diskutimi a do të ketë apo jo përfaqësim të drejtë të shqiptarëve, a do të ketë apo jo zgjedhje të lira dhe të ndershme, apo do të kemi prap zgjedhje si ato që kishim, që ishin kështu po jo ashtu, që ishin me 100 probleme me krimin organizuar që mori pjesë në zgjedhje si faktor në vete, me gjithë administratën publike që u fut aty e tjerët me 100 problemet e tjera. Kjo është pyetja, nuk është pyetja kush do bëhet kryeminist. Jo, pyetjen do ma lesh mua. Kur të thres unë. Se kush bëhet kryeminist, I dashur Ermal, se ti je njeri djali i Zotit të gjithë në gjitha punët që kryen. Jo, pyetja do mi lesh mua në kur je në emisionin tim, se për shembull kisha unë një këtu, ulur te vendi Agronit, herën e kaluar, dhe po më fliste për jo ti je normal. Dhe unë të respektoj shumë. Po më fliste për krimin organizuar, kur ishe non grata vetë në Britani. Nuk e qasin Britanikët, po t'i jip avionit, bjet poshtë dhe Britanikë nuk e lënë futet në Londër. Edhe po më fliste për ishe non grata, po më fliste për krimin organizuar, të vendi Agronit ishe në kaluar. Tani, okej, jemi bashkë. Qënë që ka po plasë unë tani? Tani ti po flet dhe jemi shumë në rregull. Nëse jo pyetje, nëse ka në një pyetje dyshuse, si që ka mund këtë dyshimin. Pyetja e parë që ngre Ermal, për te gjithë përpjekjes tënde, ti thua që zgjedhjet janë mbas 3 vite e gjys, dhe të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe thua po flas me faktorin opozitar që ne të bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por s'po flet me personin që e ka në dorë këtë gjë, të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra duket si një iniciativë utopike kjo gjëja. Të ulim faktorin opozitar. Shtojmë dhe Ramët në bashkohet me ventryet. Po jo, po kur thua që qëllimi, po ulemi në tryezë me opozitën, që të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme, ti s'ke autorin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Domethënë kërkesa është pak utopike. Dhe pastaj dihet që gjithë divergjenca mes partive, themi të vogla dhe partisë madhe, është fakti që partitë të vogla nuk duan që të drejtohen nga Sali Berisha në të gjithë këtë iniciativë. Dhe ju keni bërë një lloj tërheqje, edhe thoni, do bëjmë një tryezë, po do e bëjmë me nënkretarët e partive. Domethënë duket pak a shumë si këto komisionet që s'duan të marrin vendim, po thonë e bëm komisionin. Si vendimin do t'i marrin kryetarët? Si do të shpjegoj tani. Dhe tjetra, që është më e rëndësishme, pra partia opozitare kryesore PD-ja del në mitingje, në protesta, për t'i ofruar zgjedhjet sa më shpejt për të bërë një qeveri tranzitore. Ti thua që hajde të diskutojmë për një gjë që duhet ndodhi 3 vite e gjysmë më pas. Edhe këtu ka një lloj kontradikte. Jo, unë pikërisht për atë nuk po flas. Unë atë po them, nuk jemi duke u marrë me çështjen kush do bëhet kryeminist, kush do e fitojë zgjedhjet pas 3 vjetësh. Po flasim për një gjë më emergjente, po flasim në parë. Emergjenca është prapë, të mbledhim opozitën si një blok dhe të bëjmë sa më shpejt zgjedhjet. Kjo duhet jetë qëllimi, por jo çfarë do ndodhi me kodin zgjedhor apo 3 vite e gjysmë më pas. Dhe në këtë pikpamje, çfarë po bëhet, pra, si nxitohet? Është duke të diskutuar tani. A mundem Batoni dhe Agroni po shumë shpejt edhe... Nëse... Jo, po. Ermal... Ati përgjigjem Andit, përgjigjem duhet. Apo po, vazhdo. Më falë Batoni, se dërëva. Tani, çështja ashtu Andi. Çfarë është ankesa kryesore që kesat në çdo studio televizive, kur flitet për opozitën? Ankesa kryesore nuk frymëzoni, nuk jeni të bashkuar etj. Këtë pjesën e frymëzimit të secilës parti vetvete ne nuk e zgjedhim dot. Këtë mund t'ia kërkoni Besartit që është aty. Ajo çfarë ne kemi marrë përsipër të bëjmë, forumi dialogut politik është kjo. Meqense këta nuk i shkojnë njëri tjetrit në përshpia, që të mos duket sikur ju ulet vlera,
Ne kemi marrë përsipër t'ja uheqim të llojsikletit. Siç mblidheshim përpara njerëzit në vend neutral, supozojmë në Keshesh e Kishës ose diku te nga ato traditat e veriut, ashtu dhe ne kemi vendosur t'i ofrojmë të lloj gjëje me një kornizë, të cilën ne e kemi konstatuar nga ato çfarë kanë të përbashkëta. Do të thënë, kjo është ajo çfarë ne po përpiqemi të bëjmë. I kanë objektive. Tani çfarë ndodh? Një nga elementet e tjerë, thash, një nga ankesat, dy ankesat kryesore është kjo. Pse opozita është e përçartë? Pse nuk bëhen bashkë? Dhe pikërisht këtë gjë po bëjmë, vetëm se nuk duam t'i bashkojmë për çfarë do lloj gjëje, as për koalicion, as nuk e di se çfarë. Le të vendosim kushtin minimal logjik. T'i çojmë shqiptarët drejt kutijave të votimit, me shpresën që aty do të votojnë ashtu siç duhet, domethënë me zgjedhje të lira dhe të ndershme. A do e pranojë Edi Rama këtë lloj gjëje? Edi Rama me qef natyrisht që do ta pranojë shumë rahat, kështu siç është. Por a mundemi ne me një opozitë të bashkuar, me një opinion ndërkombëtar dhe faktor ndërkombëtar, që me thënë vërtetën nuk është se është në ditët më të mira në marrëdhëniet me Edi Ramën, dhe me opinionin publik i cili do të shikojë që ka një shans që opozita të bashkohet, pse jo dhe të përmirësohet, po thash me këtë do merreni me partitë, që pikërisht ta shtrëngojmë, i bëjmë presion Edi Ramës që të bie dakord për këtë gjë. Mund edhe mos ta bëj, por ama politikisht do paguaj kosta shumë të lartë. Është shumë e vështirë për dikë që është në pushtet, që të shkel me këmbë atë traditën e gjithë këtyre viteve për çështjen e kodit zgjedhor dhe ta miratojë në mënyrë të komplet të njëanshme. Po kur vetëm kemi shumë njerëz po presin. Vetëm për këtë pikë. Ne po bëjmë diçka. Jo pra se me thelpsorja po them. Me thelpsorja po them. Ne po bëjmë një pyetje Po bëjmë diçka. Ne po bëjmë një pyetje shumë thjesht. Ky po tregon është shumë utopike dhe shumë e mirë. Po është utopike. Është utopike fare. Po është utopike se ti tani dole si faktor pardie dhe unë ishe shumë dakord që ti ishe kryetari i Bashkisë Tiranës, po të thiri ky këtu, se Partia Demokratike ty të ka vënë mbrylin pas 2005-s. Një lloj siç ja u ka vënë këtyre të tjerëve. Që ti jemi realist. Se kam ik vetë, me thënë vërtetën. Kam ik vetë, s'm ka vënë njëri mbrylin. Kam ik vetë, ylli ti je shumë, kam ik me dorëheqja. Po ke ik me dorëheqje dakord më burr, po pasi u mblodhëm, po të them, pasi u bë ai kapitalizimi i forcave. Po që atash, se staran të klasin për tashme. U bë për të marrë votat e gjithë dhe pastaj Ermal, unë kam fare shkurt atëre të një konstatim edhe pastaj edhe një pyetje mbranda. Ermal, nuk mund ta them që nuk është një ide, po e cila e ka një vizion, por kur ideja ka një vizion duket idealiste, nëse nuk e ka besimin. Ajo që kanë problem partitë opozitare të vogla, karshi, të madhes është besimi. E para. E dyta, është realiteti të ardhmes. Për arsye se partitë opozitare të vogla përfaqësojnë mendimin se janë të lodhur nga leadershipi i kësaj Partie Demokratike dhe mënyrën se si është udhëhequr. Dhe kanë ikur, dhe kanë kriju, po themi, feudet e veta politike që e dojnë suksesin e vetë. Votat i tuaj këtyre nuk u përkthyen në deputet. Dhe ajo që unë du të them, për shkak të marrëveshjes që ka bërë Rama këtë projekt idealist, nëse je nis në një rrugë të mirë dhe kjo dështon, domethënë një rrugë e mirë pastaj kthehet në një makth tjetër, për arsye se ky makth bëhet edhe më i vështirë për typshëm për një opozitë e cila asnjëherë nuk ka qenë në pozitën më të vështirë. Si mund ta heqësh idealizmin dhe ta konkretizosh këto dhe me çka e garanton se këto të gjitha do bashkohen dhe do bëhen, për arsye se nëse s'bëhen, ti mbetesh fajtori kryesor se të gjitha partitë dhe partia më e madhe opozitare do ballavaçohen me opinionin publik që do të thonë ja, këta janë. Dhe pastaj fajtori je ti. Se këto analiza Ermal me gjithë idealizmin, me gjithë njohjen e gjatë që të kam nuk e ndryshuar asnjëherë që t'jesh idealist dhe të kërkosh më të mirën, por megjithatë te leadershipi gjithmonë ka një kauzë tjetër nga idealizmi jot. Tani, mënyra më e sigurt për ta shmangë dështimin është që mos bësh asgjë. Ta pajtohem. Po kjo është individuale pastaj. Individuale pastaj.
Mirë, mos ka problem, unë e kam marrë përsipër atë gjë. Po, dhe mund mos funksionoj. Nuk më duket që nuk po funksionon. Nuk e di, thash. Që nga e hëna e kaluar, jo, t'ja them unë, që nga e hëna e kaluar, në shumicën ndërmuese të studiove televizive është folur për këtë gjë. Jo për meritime se jam Ulimen Çukuxhonça ose shokët. Po ky nuk u lajmi mirë, Ermal, nuk u lajmi mirë ky. Nëse folen, unë mendoj që këto gjëra duhet vinë deri në një pikë. Ja, vazhdo, ke drejt, për shiko sa e thjeshtë është. Zotëria që ka mundjatas është një nga faktorët më të rëndësishëm për të kryer këtë punë. Agroni. Thot Agroni, pastaj thot Qori. Qori është i qartë, unë e nxora për këtë arsye se mund të ishte këtu, gjitha, por është i qartë në ato që ka thënë vazhdimisht. Jo, thot, në këtë pikë të gjitha. Për ja Agroni, që mendon për këtë? Ti do vesh të kryesh këtë proces si pas... Tani, unë qëndrimin tim e kam mbajtur në lidhje me propozimin që ka bërë Asimja. Ne duhet të kuptojmë një gjë. Ne nxorëm një kandidat të përbashkët, nxorëm një kandidat ndryshe dhe odhëm propozimin e kandidatit që të përfaqësoj votuesit opozitar, jo partit politike opozitare, pikërisht sepse donin të shkonin përtej partive politike, që do të thot në elektorat përtej partive politike. Dhe kandiduam Ermalin për këtë gjë. Nuk ishte, ne nuk odhëm iden, sepse jemi të vetëdijshëm dhe ne kemi ikur nga Partia Demokratike kur ikëm për disa arsye që Ermali i di shumë mirë, dhe që kemi diskutuar, dhe këto arsye vazhdojnë të qëndrojnë të vërteta, nuk kanë ndryshuar asgjë. Reformimi i Partisë Demokratike, raporti i Partisë Demokratike... Jemi okej, mos mbet aty, se kjo tani. Tani, këto janë çështje, dhe këto çështje që na kanë ndarë nga Partia Demokratike, vazhdojnë të jenë aty. Nuk ka absolutisht asnjë ndryshim. Dhe nxjerrja e një kandidati jashtë partive politike ishte një mënyrë për të patur një alternativë të besueshme, sepse në thelb ne duhet jemi të besueshëm me elektoratin, dakord? Dhe për t'i dhënë një shans Tiranës, për të patur një kryetar bashkie të pakorruptuar. Ky ishte qëllimi ynë. Tani, unë nuk e kuptoj realisht, nuk e kam kuptuar ndonjëherë pse doli ky propozim nga Ermali, sinqerisht të them, nuk e kam kuptuar ndonjëherë. Sepse bashkimi Do të është idealizëm personal? Bashkimi, jo më... Ta thot vetë ai më? Ta thot vetë. Por unë, e vërtet është Ermali na ka votuar, na ka mbështetur dhe unë jam shumë mirënjohës, por ne na kanë votuar 50.000 qytetarë në gjithë Shqipërinë. Dhe këta 50.000 na kanë votuar, pasi ne i tham në fushat elektorale, i tham shprehimisht që partitë e vjetra, Sali Berisha, shprehimisht, ka patur mjaftueshëm shanse për ta qeverisur vendin, 35 vjet kohë, dhe nuk kemi pse të japim një arsye tjetër. Dhe na kanë votuar, sepse dhe na të kosh diskutuar bashkimi, nuk është diskutohet tani bashkimi. Pyetja pra është pse Ermali e ka marrë. Ne nuk kemi asnjë gjë të përbashkët me partitë e vjetra. Jo vetëm nuk kemi asgjë të përbashkët, po ne jemi të kundërshtar të flakt mbi çështjen kryesore me cilën ka të bëjë politika sot, që është drejtësia. Dhe nga e cila varet e ardhmja e Shqipërisë. Tani diskutojmë, për çfarë po diskutojmë? Zgjedhje të lira të ndeshme, bashkimi për zgjedhje të lira të ndeshme, po ne të bashkoheshim edhe më përpara për zgjedhje të lira të ndeshme. Se para zgjedhjeve nuk kemi kërkuar ne zgjedhje të lira të ndeshme për qeveri teknike, jo faleminderit. Qeveria teknike nuk na duhet, nuk e duam. Apo për kod zgjedhor, shumë faleminderit edhe për kodin zgjedhor. Në 35 vjet, 2 partitë e mëdha kanë rënë dakord bashkë dhe kanë bërë çdo herë kanë bërë një kod zgjedhor kundër partive të vogla. Tani, më falni, si mundet të bashkohemi ne tani për zgjedhje të lira ku ato nuk varen nga ne? Qeveria teknike, nuk ekzistojnë qeveria teknike. Në parlament, me këtë parlament, nëse do ketë një qeveri tjetër, Edi Rama ka 86 mandate. Tani, dikush të vitë më shpjegoj se si do bëhet një qeveri ku e mbështetur në Parlamentin e Shqipërisë, të votojt në Parlamentin e Shqipërisë, ku Edi Rama ka 86 mandate. Si do bëhet një qeveri teknike pa Edi Ramën, pa përfaqësuesit e Edi Ramës në qeveri? Ma shpjegoni. Si do bëhet kodi zgjedhor kur Edi Rama ka 86 mandate po ashtu? Si do ta bëjmë? Prandaj them, ky bashkim nuk ka absolutisht asnjë kuptim. A më dëgjove i dashur? Po. Unë e dëgjova. Nuk është fjala për bashkim, përsëris edhe një herë, edhe ke titrat që keni vënë a bashkohet opozita me Saliun. Bashkëpunim. Nuk është saktë. Bashkëpunim. Për
çështja është për ulje në tryezë. Dhe, domethënë, zoti Sheh po thotë që ne nuk ulemi në tryezë, sepse për gjithë ato problemet që tha, nuk ulemi në tryezë me Sali Berishën, kjo është ide, me partitë e vjetra, po me PD-n është partia nga ka ardhur dhe vetëm, kjo është ide, se besoj që ka probleme. Megjithëse ka pas në pak kundërshtinë edhe ndaj lapajt edhe ndaj të tjerëve. Gjithsesi është qëndrimi i zotit Sheh. Çështja është këtu, kur vjen puna, pyetja ime kryesore ishte kjo, domethënë, këto objektiva që thashun, a nuk janë edhe objektivat e partisë Mundësia edhe të Lëvizjes Bashkë, se mund duket se janë. Edhe çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, edhe çështja e qeveria teknike, dakord se po ndajemi se nuk dëshironi, dakord është muhabet tjetër, edhe mbështetja një drejtësie kushtetuese, domethënë mua më duket që janë objektiva të përbashkëta. Pastaj, kur flasim për tryezën, politika, unë të paktën, se me thënë vërtet edhe kam studiu, po edhe kam ja 20 e ca vite që edhe jam aty afër politikës dhe e di. Politika në thelb është diskutim, është debat, është kompromis dhe Por Agroni ish duke thënë, Ermal, të lutem, Agroni ish duke thënë, ja një sekundë, jo, për të ndihmuar në këtë me një fakt, me një provë. Këtë që thot Agroni, të jap një provë. Agroni është duke thënë që kemi që nga viti 2008, Agroni nuk ka qenë atere, po ka qenë për shembull Ilir Meta, që bëri grevë urie në parlament. Kemi qenë 2008-ën që partitë e vogla, përfshi Ilir Metën, par dy partitë e mëdha, Sali Berisha dhe Edi Rama i morën dhe i ben palmuç. Copa, që nga 2008-a dhe deri sot, këtë është duke thënë ky. Shumë mirë, atëre mos ta ndryshojmë situatën, ta lejmë kështu siç është. Kjo është propozimi. Po ky thot zvi. Po hajde pra. Se thot ma bën prapë kështu. Nuk prapë vin të tjerët e para. Ylli, problemi është tu. Tash politika është diskutim, është negocim, është kompromis. Dakor. Okej? Do të them. E tha debatonja të ideale është. Mirë, se të dyja partitë në fjalë, që janë edhe zoti Sheh edhe zoti Qoli, thonë ne nuk ulemi me diskutu me këta. Po ju uleni në komision parlamentar ditë për ditë me Partinë Socialiste. A nuk i bashkut votat me Partinë Socialiste për çuaj Edi Ramën ke bordi paqes? Se e bëte për një interes më të madh. Pikërisht të gjë po kërkojmë edhe jo për interesin e Edi Ramës, se aty votut dhe praktikisht pa dashur. Normal, vërtet e thua që ishte bordin e paqes, këta e bën vërtet për moral dhe për politikë të lartë në favor të vendit. Ata bën një turp aty. Po patjetër. Po mirë, se çka kanë bërë, por unë nuk besoj që kanë bërë me qëllim Afrika për Trumpin, mori. Se opozita shqiptare po mban në gojë vetëm Trumpin. Ndërkohë, për të mos ja u marrë e drama, me idenë që s'na e mori e drama mblodhen votat. Dhe ajo ishte një akt i pa precedent. I ka pra për një ja ku vijem që atëre kur qenë ka nevoja për një interes madhor, ulemi edhe me socialistët, bëjmë edhe debat. Me që the Agroni, diskutojmë gjitha gjëra. Me që the për Agronin dhe për Qorin, ta dëgjojmë dhe Qorin. Jo, një sekund, të jap vetëm një përgjigje, të lutem. Ja, të jap një përgjigje, po. Tani, unë sinqerisht, unë e kuptoj që ka një pjesë të shoqërisë që thot, hajde, është i ka vajtur majtë undës dhe thot, o burat gjemi zgjidhje për të rëzuar Edi Ramën, sepse në thelb të flasim troç, me bashkëpunimi, nuk kërkohet as për zgjedhje të lira të ndershme që nuk është në dorën tonë, se këto pengohen nga Edi Rama, do të heqësh njëri Edi Ramën, të largosh njëri Edi Ramën e pastaj të mundohesh të kesh zgjedhje të lira, qeveri teknike dhe kështu me radhë. Unë e kuptoj shumë mirë këtë, por nga ana tjetër nuk kuptoj se si është e mundur që në këtë Shqipërinë tonë ku pratikisht ka dalë çdo lloj skandali dhe ne i ngjajmë shumë një republike banane se sa një republike perëndimore demokratike, problemi tani na qenë kanë partitë e reja. Problemi na qenë kanë këto partitë që kanë vendosur të shkëputen nga partitë e vjetra, sepse nuk janë dakord me partitë e vjetra, sepse kanë humbur shpresën tek partitë e vjetra dhe tani ne duam t'i marrim këto partitë e reja, t'i tërheqim e t'i çojmë prapë atje ku ishim. Dakord? Ne kemi 2 vjet që kemi marrë një rrugë të re dhe unë nuk e kuptoj pse është e pamundur në këtë shoqërinë tonë që të pranohet që përveç Partisë Demokratike ka dhe partitë të tjera opozitare.
Nuk e kuptoj pse. Jam shumë dakord. Dhe nuk e kuptoj pse Unë jam duhet me shumë SSB-n, dakord. më falë vend ta mbaroj. Nuk e kuptoj pse me SSB-n këto partitë e reja duhet i marrim dhe t'i fusim t'i bëjmë pis në ndonjë tryez duke i dhënë emra nga më të ndryshëm, sepse nuk e pranojmë, sepse ne i duam bashk. Po partitë opozitare janë bashk kundër Edi Ramës, prandaj janë opozit. Prandaj quhen opozitare, sepse janë të gjitha bashk kundër Edi Ramës. Pse nuk mund të vazhdojmë ne të bëjmë politikën tonë, opozitën tonë, t'japim idet tona dhe të flasim për të ardhmen dhe jo për të kaluarën. Tani kemi, ti vërtet the që ka një javë këtu që flitet vetëm për bashkimi. Përveç se u zhvendos vëmendja nga problemi i madh që ka të bëjë me drejtësinë dhe me përplasjen midis Edi Ramës dhe drejtësisë. Edi Ramës do shpëtoj Bilinda Vallukun. Regjia jo, njëri që kemi studion ty, do kemi qorin tani pastaj. Nuk flitet për të ardhmen, por themi dhe flasim për 35 vitet e kaluara në të njëjtën mënyrë, të lutem, vetëm ta mbaroj, në të njëjtën mënyrë, me të njëjtat formula të lodhura dhe që nuk kanë çuar asgjë. Agron, se kemi shumë të limituar kohën. Ermal, Nuk po thot njeri. këto janë mendimet e Agronit. Tani, në një raund tjetër, po të deshe nesër rimë, ti flet me Agronin, ulesh. Vetëm një fjali vetë. Njeriu më dashamirës për ty ka qenë ky që të zgjodhi si kandidat, më dashamirë si nga partitë politike. E propozoj. Që të propozoj. Propozoj. Tani, ta dëgjojmë Qorin. Dhe shumë mirë që vazhdon betejën e tij në të njëjtin drejtim. Edhe ky bashkëpunim që po përpiqemi të bëjmë. Ta dëgjojmë Qorin pastaj përfaqësuesin e Lapajt. Ermal, beteja ime, nëse unë ulem, Ermal, tani të jemi të qartë. Beteja jon, nëse ne ulemi me Sali Berishën, praktikisht ne shumëzojmë me 0, të lutem, dhe ta mbaroj. Ja, mirë, ta thot mendimin. Jemi qartë. Në beteja jon, dhe çdo gjë që kemi bërë, nëse ne ulemi me Sali Berishën, zëres e shumëzojmë me 0. Kjo është bindja që ne kemi dhe kjo është arsyeja se ne nuk pranojmë të bëhemi bashk pa një qëllim, se po të kishim një qëllim të përbashkët, siç ishte tryeza që ne thirrëm për shembull, për drejtësinë do kuptoja sepse kemi një qëllim. Por tani, nëse qëllimi është, hajde të bëjmë qeveri teknike, të vendosemi të bëjmë një qeveri me Edi Ramën, jo rrofsh, faleminderit, nuk na duhet. Qori, të lutem regjia. Keni drejtë ju. A mundet të më ndihmoni me Arlind Qorin? Nëse e kemi apo jo. Një minutë vetëm, po, një minutë, okej. Atere, Ermal do të bisedojmë pak minuta me Qorin, të japë dhe i mendimin e vetë, pak minuta me përfaqësuesin e... A mundu vetëm një gjë, Ermal? Po një gjë, po sepse po ulitha i do të nërpritesh. Nërpritja me njerë. Po. Ermal, mbi gjithë këtë projekt, me gjitha të është projekti është shumë, nëse mund të quaj megaloman, nëse është fjale duhun, është përtej mundësive që kanë partit politike në këtë moment. Ajo që për mu opozita duhet të orientohet, është të zbret nivelin e deputetve në 70, në 69. Aty është fitoria e parë. Dhe nuk besoj që në këtë mënyrë që shtie ndërton rëfimin tanë, që mund tjetë suksesme. Suksesi i parë i opozitës është 69 e poshtë. Zoti Qori, po, e kemi në lidhje. Zoti Qori, ndoshta në ndoqit deri tani? Mirë mbrëma. Po, pjesërisht, po. Pjesërisht, okej. Pra... Pjesërisht, se si familjar ka problemet e veta. Detyrimet pa diskutueshme. Po bisedonim deri në këtë moment me Ermalin, pse i ka ardhur, pse i erdhi kjo ide e gjitha, çfarë mendon për të, dhe pati dhe një replik me Agronin përgjithsisht që është përfaqësues i mundësisë, i cili e refuzon në mënyrë totale. Tani, cili është mendimi juaj për këtë? A mundet ju të uleni në këtë tryezë dhe të, si pas propozimit të zotit Asimi, dhe të bisedoni? E kuptoj pyetjen tuaj. Për mua, edhe kjo është dhe qëndrimi i lëvizjes bashk, nuk ka shumë rëndësi se kush e merr iniciativën, rëndësi ka përmbajtja e një iniciative. Kjo është një tezë që ka kohë që hidhet, është iniciuar disa herë nga zoti Berisha për bashkimin formal të opozitës, dhe mua më është dashur disa herë ta hedh poshtë këtë ftesë për një varg arsyesh. Arsyeja e parë ka të bëjë me pajtueshmëri të thellë morale midis lëvizjes bashk dhe elitës drejtuese të PD-s, duke nisur nga Sali Berisha, për sa i përket raportit ton me korrupsionin. Ne jemi funde krye kundër korrupsionit
edhe mund duket që kështu si vetë lavdërim, por Lëvizja Bashkë kam përshtypjen përbëhet dhe nga njerëz që janë jo vetëm pa korruptuar, po edhe të pa korruptueshëm. Në këtë kuptim nuk do kishte sens që ne të bashkoheshim në një aksion politik me përfaqësues të partive që jo vetëm njihen botërisht të korruptuar, por janë në këtë moment që flasim, janë të pandehur për korrupsion ose janë në burg për korrupsion. Imagjinoni sa absurde do të ishte që ne të dilnim të gjithë bashkë në një protest, edhe gjysmën e kohës të thoshin free Ilir Meta, free Sali Berisha, edhe në burg Edi Rama. Tani ta o duhet shkojnë të gjithë në burg, o duhet të rrinë të gjithë liri. Qëndrimi im është që duhet jenë të gjithë në burg. E nëse unë mendoj që Ilir Meta është mirë aty ku është, unë nuk kam si bashkëpunoj me partinë e Ilir Metës. Nëse unë mendoj që Sali Berisha e ka të vendin në burg, një lloj siç mendon edhe Spaku në akuzat që kanë nxjerr, unë nuk mundet të ndaj të njëjtën platformë, të njëjtin aksion politik me Sali Berishën. Një papajtueshmëri e dytë ka të bëjë me pjesën e dytë dhe shumë pak të folur të atyre që janë përgjegjës për korrupsionin, pa për korruptuesit, për oligarkët. Partitë e tjera politike në Shqipëri ose mendojnë që nuk ka fare oligark, ose mendojnë që i vetmi oligark është Edi Rama, ose tek tuk mund përmendin ndonjë emër oligarku pa përmendur tërë sistemin oligarkik dhe pa i marrë një nga një oligarkët dhe aferat e tyre korruptuese. Po ju zë një shembull. Përpara pak kohësh ne kemi pasi komision parlamentar për koncesionet në shëndetësi dhe në këtë komision parlamentar janë shqyrtuar 2 koncesione dhe nuk janë shqyrtuar 2 koncesione tjera. Pra, ideja është që tek tuk ndonjëri që s'na jep para mund të konsiderohet pjesërisht oligark, ky është qëndrimi i partive të ndryshme nga Lëvizja Bashkë, por ama të tjerët që mund t'u japin para ose u premtojnë para këtyre partive, si në rastin e fjalë Allajbeu apo Karathana në 2 koncesionet që nuk janë shqyrtuar nga Komisioni Parlamentar për koncesionet shëndetësi, me ata e mbajmë mirë. Po ashtu unë mendoj që ne kemi një dallim shumë të thellë dhe strategjik. Sot që flasim, kundërshtia që ka PD-ja me Edi Ramën nuk është kundërshti e plot, nuk është kundërshti strategjike. Ata janë praktikisht bashkë duke u përpjekur nën rrogos që të ristrukturojnë institucionet përkeq dhe ligjet themelore të vendit, sepse kanë interesat përbashkët. Edhe Edi Ramës dhe Sali Berishës i intereson shkatrimi i reformës në drejtësi ose të paktën ndryshimi i ligjeve të reformës në drejtësi që do ta bënin më të vështirë për ndjekjen ligjore të rregullt të politikanëve apo njerëzve me pushtet. Ashtu si kundër u intereson nga pikpamja elektorale që sistemi i ardhshëm zgjedhor të jetë 2 partijak dhe jo plotësisht demokratik. Po ashtu në qëndrimet e rëndësishme politike ne kemi një dallim të fortë me Ramën, me Berishën dhe në përgjithësi me partitë e tjera politike në Shqipëri. Po ju zë një 2-3 shembuj që besoj janë të lehtë për t'u vërtetuar. Asnjë parti tjetër sot në Shqipëri nuk e vë gishtin plag mbi shitjen e pasurive kombëtare si Sazani apo Zvërneci që po jepen, po falen ose po jepen për 2 lekë në mënyrë që Edi Rama të rregullojë marrëdhëniet e tij me administratën amerikane. Ne e kemi ngritur zërin dhe vazhdojmë ta ngrejmë zërin, jemi kundër shitjes pasurive kombëtare, jemi kundër instrumentalizimit pasurive kaq të rëndësishme kombëtare dhe të sovranitetit të Republikës së Shqipërisë për hallet e ditës së politikanëve. Si kundër kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi kundër kampeve të refugjatëve të ndërtuara nga qeveria italiane në Shqipëri, të cilat cënojnë sovranitetin territorial të Republikës së Shqipërisë. Dua t'ju kujtoj që në ato kampe nuk zbatohet ligji shqiptar dhe mua më vjen keq por nuk kam dëgjuar në një parti tjetër që të mbajë qendrim për to. Përveç qëndrimit për oligarkin që kemi standard dhe sigurisht ideve tjera si drejtat në punë e një varg tjera politikash, ekonomike dhe sociale që na dallojnë fort prej partive tjera. Për të gjitha këto arsye, Lëvizja Bashkë nuk mund t'i bashkohet asnjë lloj koalicioni apo nuk e di si ta bëm emrin që përfshin Partinë Demokratike, pa diskutim që do përfshinte Partinë Socialiste e gjitha këto parti që kanë keq qeverisur dhe janë bashkëpërgjegjëse, kush më shumë apo kush më pak për gjendjen në cilën ndodhet Shqipëria. Pra, Ermalu bën 2. Zoti Qori ka qenë i qartë gjithë, dhe Agroni po i qartë tani. Do pyesim edhe kam të drejtën e vet, po. Po, diçka Ka të drejtën e vet, duhet kemi parasysh që nga pikpamja peshës elektorale, po është ashtu dhe faktor tjerë shoqërisë civile që ne kemi ftuar. I bashkohen nismës, të paktën 95% e opozitës është aty.
Nga ana tjetër, unë sinqerisht ju uroj shumë sukses edhe Lëvizjes Bashk, edhe Partisë Mundësia në betejën e tyre për rrëzimin e Ramës, e oligarkisë dhe të gjitha të tjerave. Ndoshta ja dalin më mirë se sa pjesa tjetër e opozitës. Nuk janë bashkë, nuk është një problem i madh, me thënë vërtetën. Fundja kjo është demokracia. Kanë të drejtën e vet, le ta provojnë edhe ata. Ne kemi nismën tonë, mendojmë që është më efikase kështu, është më e drejtë kështu, dhe po përpiqemi të bëjmë punën tonë. Ta dëgjojmë Arlind, faleminderit, do të jemi ndoshta të njëjtën në studio. Të falenderoj. Faleminderit për mundësinë. Atëherë Ermal, të dëgjojmë edhe përfaqësuesin e Lëvizjes Bashkës, apo dëgjuam Elton Laskën, sekretari i përgjithshëm, Shqipëria bëhet për shkak se kryetari ishte në një obligim dhe unë thira sekretarin e përgjithshëm. Ju në ndoqit komplet, ishit të jeni të studio, jeni këtu afër nesh. Ju si e mendoni tani? Do t'i bashkojni kësaj nismes së Zotit Asimi apo jo? Faleminderit Zoti Rakipi, unë dëgjova me vëmendje. Unë do doja të ndalesha tek 2 ose 3 momente. A është e vërtetë që sot jemi përballë të së vërtetës që e ka identifikuar SPAK-u, ku zëvendës kryeministrja është kapur duke vjedhur të paktën 53 milionë. A është e vërtetë, them disa fakte, ju lutem. Tani unë ju ndigjova me shumë respekt, nëse keni mundësi ose dëshirë që të më ndigjoni. Kjo është një përpjekje për të më larguar nga biseda. Nuk do të largohem nga biseda. Nëse më largohesh nga biseda, ne do ta ndërpresim këtu. Jo, kemi një bisedë shumë thjeshtë. Ju dëgjuat zotin Asimia folin fillim. Qartësisht. Objekti i tij. Çfarë ai ka shpallur bashkë me grupin e vet. Qartësisht një gjë e thjeshtë e qartë për të kuptuar dhe për të bërë nëse do bëhet. Pastaj unë pyeta 2 përfaqësues të forcave politike që duhet i bashkohen opozitës madhe, Sali Berishës, apo jo. Tani po ju pyes ju, në qoftë se do të flasësh për Belinda Ballukun, unë do ta pyes, kam thirr Klosin pjesën e dytë, në qoftë se do të flasësh për digitalizimin, për e-Albanian dhe këtu ne ndërpresim. Jo, nuk po flas për atë. Do të përgjigjesh pyetjes time? Po. Pyetja juaj është në lidhje me forumin politik që ka propozuar zoti Asimi, apo jo? Sigurisht për atë, se ti më ndoqe deri tani. Forumi politik nuk ka ardhur si një propozim që zoti Asimia nuk kishte ndonjë punë tjetër për të bërë. Po sigurisht më ka ardhur me shumë më përgjegjësi. Absolutisht pra ka ardhur si pasojë. Mos të kam thirrur për të folur për rëndësinë. Po tani a do më lesh që të artikuloj dy gjëra? Jo, pra, nëse do të... Jo, ti më prish programin. Po nuk po të prish pra, ti unë po të pyes dhe dua... Ta mbaroj një fjali. Nëse ti... Mbaro 30 fjali me që... Po për kërkesë. Ose është e tema. Faleminderit. Atëherë, Besarti thot të mbaroj? Kemi marrë një propozim nga zoti Asimia dhe një grup intelektualesh, të cilët kanë evidentuar që në Shqipëri kemi disa forca politike opozitare. Të gjitha këto forca politike opozitare thonë që në Shqipëri korrupsioni është në nivelet më të larta të mundshme. Zëvendës kryeministra, pavarësisht se është kapur në vjedhje, nuk e jep dorëheqjen dhe qeveria e ka marrë në mbrojtje, vetë zoti kryeministër ka dalë dhe bën avokatinë e zëvendës kryeministrës. Tek Akshi janë vjedhur mbi 100 milionë euro dhe të gjitha ato të tjera të cilat ju i dini shumë mirë që kanë ndodhur deri më sot në Shqipëri. Tani, më shumë se ty sepse merrem me median. Pikërisht pra, për ta përmbledhur po them. Tani vim se cili është problematika që me të gjitha këto zollumet nuk jep dorëheqjen askush dhe pengohet drejtësia për të bërë punën e saj. Problematika është që këtu kemi 140 deputet në Parlamentin e Shqipërisë, nga të cilët mbi 80% nuk janë votuar nominalisht nga qytetarët shqiptarë, por kanë dalë aty si rrjedhoj e vullnetit të kryetarëve të partive. Pra partia... Pra, kodi zgjedhor... Të lejova? Ato kthehemi të lutem se ku është kodi? Jo. Në qoftë se ti do vazhdosh të më përshkruash mua cilët janë dhe si janë zgjedhur 140 deputetët e Parlamentit shqiptar, mund të ndërpres, sepse ka ftuar njerëzit të dëgjojnë deri tani çfarë dëgjuan. Ti po flet mua korra pas bregut i dashur. Kodi zgjedhor thelbi i kësaj i forumit politik.
O zotri, po është kodi zgjedhor thelbi. Kodi zgjedhor është Po qa lidhje kam, nuk e kam emisionin për kodin zgjedhor. Erën tjetër do të tres ty për kodin zgjedhor, po do bëj një gjë. A me jemi përgjigjur ne pozitivisht? Po të them, po të them, Ti po spjegon tani pse ftesës e Erman Rasimes jeni përgjigjur pozitivisht vetëm ju. Nëmëroj, 1, 2, 3, 4 dhe popullata të gjoj që ju jeni me këta. Po e thoshe më gjë në fillim. po më dëgjo pra se s'po më një gjë, në gjëse ti s'do të më një gju, në dakord Ore ti bie nga kina më vëlla, po është shumë gjatë. Ju, ti thuaj ne jemi me këtë, okej? Po, nëse nuk do në një gju, dhe nuk ma kupton thelbin, s'ke se si ta kuptosh se sa dakord je. Po shtep të kuptoj. Unë jam shumë i bindur që ti je dakord me mu, kështu që më Po lërë që jam ta më them... burë, po ti thuaj pyetjen, përgjigju pyetje që po të bëj. Atëherë, kodi zgjedhor është absolutisht ai i cili e ka deformuar sot politik bërje në Shqipëri. Ajo që u ndryshua në 2008... Të kodi zgjedhor i dashur, di gjeti kush e ka bërë? Partia Demokratike me Sali Berishën dhe Edi Rama me Partinë Socialiste. Dhe tani ti po shkon me Saliun që ta ribësh të kod. Po pse kush do ta bëj këtë kod prapë? Atëherë, a ka mundësi që në të gjitha ligjëratat e juaja, unë një gjova bashkimi, jo po koalicioni, jo më zotri, nuk ka as bashkim me Partinë Demokratike, as koalicion me Partinë Demokratike. Ka negociata të cilat flasin se si ne të ndryshojmë kodin zgjedhor, i cili na ka sjellë sot në këtë pikë, dhe negociatat se si ne të rrëzojmë këtë qeveri të korruptuar. Këto janë dy gjërat kryesore. Në qoftë se ju më thoni që do duhet presin qytetarë shqiptar, që Partia Shqipëria bëhet, apo çdo parti tjetër e re apo e vogël në Shqipëri, do duhet rritet dhe të bëhet e madhe për të ndryshuar ato çfarë e kanë sjellë Shqipërinë sot në këtë pikë, atëherë ne do duhet të presim edhe të paktën edhe 20 vjet tjera. Ne mendojmë që Shqipëria nuk ka kohë për të prit edhe 20 vite të tjera dhe ne do duhej që në këto kushte ku ndodhemi. I dashur Elton, nuk po të kuptoj çfarë je duke thënë. A mundet të më sqarosh mua fare thjesht pyetjen që të bëra? Ti dhe partia tënde, Shqipëria Bëhet, bashkë me zotrin që mungon sot këtu, kryetarin, do t'i bashkoheni iniciativës, nismës së fuqishme të Erman Rasimes për të bashkuar opozitën sipas kritereve që janë përcaktuar në këtë nismë dhe që ka ditë që po diskutohet. Unë po të sqaroj që ne nuk i bashkohemi asnjë partie. Ne kemi vendos pikat me të cilat mund të bashkëpunojmë në lidhje me... Nuk po bashkohen partit. Po kush po bashkohen? Nuk po bashkohen partit. Po kush? Po bëjmë një platformë të përbashkët në këtë fazë... Po kush është ky që bën platformën? Po them po bëhen platformë. Ore kush është, zotri, a mund të më shpjegosh? Kush është ky që bën platforma pa emrin e partisë? Ore jene vetë ti? Sekonda se nuk kemi sot në fushat zgjedhore. Jemi në një fazë protest. Ore ti fushat zgjedhore, sot je në fushat zgjedhore më shumë se kur. Ai ka ngritur çadrën në zotri ka ngritur çadrën përpara zyrës kryeministrisë. Ne po protestojmë prej 57 ditësh. Politike, me as kauzat e veta forca politike. Dhe kemi kërkuar që të bashkohen shesh të gjitha forcat opozitare. Do bëni këtë gjë me të njëjtin flamur se ti ishe atje, vajte bashkë. Do merrni flamurin kombëtar dhe do bashkoni bashkë me Ja merr flamurin kombëtar apo merr flamurin Partisë Demokratike apo merr flamurin Shqipëria Bëhet. Çështja është e tillë që partitë se u dëgjoj shumë herë që partitë e mëdha duan të mbysin partitë e vogla. Po në fakt partitë e vogla, garancinë dhe mekanizmin kryesor për mos të mbytur është partia e madhe. Po ky ka ikur nga aty, mo zotri. Nuk ka problema, le të vazhdojë ikur, mo. Nuk ka problem, unë respektoj platformën, individualitetin, besimin edhe mendimet e ndryshme. Por nëse partitë e vogla duan të mbrohen nga shuarja në të ardhmen, mekanizmi kryesor ngelet dhe Partia Demokratike. Pra një bashkëpunim në këtë mekanizëm. Sepse këtu qëndron... Popullata po më shkruaj që duhet agronthojnë fjalët por që ti detyrosh ti thuash apo bashkojnë me Saliun është diçka popullata thotë do ndrojmë kanal. Brutale që ai sta pranon atë gjë kurrë, t'ia thua. Priqet emisionin. Çështja është këtu tani, nëse do vazhdojmë të fshihemi pas gishtit, dakord, hajde vazhdojmë, diskutojmë. Shiko, unë sa fola 30 sekondat e para. Jo, ti tani është biseda, mos e mbaronte me këtë dhe është biseda në studio. Fshihemi pas gishtit, hajde bëjmë. Por duhet jemi të sinqert me elektoratin. Patjetër. Tani këto, më falni që them kjo, këtë është bërë mod tani,
presim që partitë e vogla të rriten, të presim që partitë e vogla të rriten. Kushdo që nuk do të ndërtoj diçka nga fillimi, që do kohën e vetë kuptohet, e ka zgjedhjen, ka Partinë Demokratike. Të rritë Partia Demokratike, nuk ka nevojë të presi fare. Ria aty, Partia Demokratike de facto është e madhe, por duhet bëhet pak më e madhe që të fitoj zgjedhjet. Kështu që kush ka merakun dhe thot tani që fajna pas kanë partitë e vogla se duan të rriten, po partitë prandaj krijohet një parti politike. Krijohet, lindë e vogël, pastaj pak nga pak. Tani nuk e tha kërkush që fajnë e kanë partitë e vogla që duan të rriten. E dëgjoj vazhdimisht këtë. Tani se ku e keni gjuhë vazhdimisht ju, zoti Sheha, këtë e dini ju. Ajo që thash unë është që në qoftë se Shqipërisi duhet sot ndryshimi kodit zgjedhor në mënyrë që nëse ju keni marrë mbi 50.000 vota dhe ju përkthehen në 2 mandate, ky është problemi i kodit zgjedhor, nuk është problemi, Unë nuk ndërpreva, ju lutem zotri, unë nuk ndërpreva, përmenda fjalët e tua fiks siç i thatë. S'do presin që partitë e vogla të rriten. Po jo, pra nuk mi thënë njësoj, sepse unë nuk thash ka dy mënyra për të vepruar në politikë. Bashkohet me partinë e madhe. Ka 2 mënyra. Ose vazhdon rrugën tënde, një parti krijohet dhe vazhdon rrugën e vet dhe është qendrestar dhe besnik parimeve dhe qëllimeve pse është krijuar, ose gjë rrugën e shkurtër dhe thotë, unë nuk do pres të rritem, po do bëjmë të japë. Po jo që të një gjë të recitoj njerëzit atje dhe të keq interpretojnë fjalët e mia. Unë duke qenë këtu dhe të më keqin interpretoj ai tjetri atje, unë nuk mund ta lejoj këtë gjë, ose për ndryshe, po s'mund ta lejoj unë që... Unë jam as përfaqësuesi i Partisë Agronit, as të... Po pra, ose do të më citoj tamam, si që thash, dhe nuk e kuptoj që po thua deri tani, po them pra. Po nëse s'mlet që ta flas, nuk e se si ta kuptosh. Ore, ke 10 minuta, 15 minuta që po flet më zotri. Po jo, se ju po më ndërhyni dhe njerëzit po më shkruajnë hiqi atë se të prish emisionin. Okej. Po tani çfarë them unë? Mirupafshim atëherë. Si konkludim zotri, ju do jeni bashkë për këtë punë? Si konkludim, ne do të kërkojmë çdo partie në Shqipëri që është për të ndryshuar kodin zgjedhor 1 dhe për të rrëzuar Edi Ramën 2, që të bashkohet në shesh, të bëjmë presionin e duhur popullor dhe ta detyrojmë Edi Ramën që të ndryshoj kodin dhe të jap dorëheqjen dhe të paraqitet përpara të Ermalit, jo bashkimin shesh. Në bazë këtë do i kërkon që s'pe kuptoj. Mbi ç'bazë po të pyet Batoni i di kërkon ti këto? Urdhra se nuk thua pa flamurin, pa partinë. Mbi ç'bazë, kush je ti që i kërkon këtë? Unë jam përfaqësues i Shqipëria bëhet dhe jam qytetar i Republikës Shqipërisë dhe i kërkoj qytetarëve të tjerë që të bashkohen bashkë me protestuesit të cilët janë në shesh prej 57 ditësh dhe t'i bëjmë presion pozitiv. Nën flamurin tuaj të kësaj të partisë tënde, dakord, ke drejt tu. Është i përfaqësues i partisë. Nuk mund të jesh edhe qytetar i thjesht i këtij vendi? Që të dalësh në shesh mo. Nuk mund të jesh njëkohësisht edhe... Po jo për këtë që kanë nxjerrë Ermali, jo për këtë. Si qytetar i thjeshtë, ai ka ftuar partitë, jo qytetarët e thjeshtë. Ja ku e ke Asimin të ta shpjegoj. Në tavolinë ka ftuar partitë. Në tavolinë ka ftuar partitë që të ulen dhe të negociojnë formalitetet se si ne t'i bëjmë presionin pozitiv qeverisë dhe... Është në siklet të madh, sepse qartësisht kanë pranuar të bëjnë pjesë e tryezës, të ulen, tani... Zoti Sheha, ti nuk kese nga të jesh kaq i mbi natyrshëm sa të shohësh se cilët kanë sikleta në këtë vend. Nëse ju jeni një i dënuar nga gjykata për ato çfarë keni bërë, atëherë ju mund të jeni personi që keni siklete, po ne nuk kemi asnjë lloj sikleti, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë që të imponohemi atyre të cilët kanë bërë kodin zgjedhor dhe kanë bërë këtë kod zgjedhor dhe kanë detyruar qytetarin shqiptar deri në këtë pikë të votojnë dikë tjetër dhe dalin deputet dikush tjetër, atëherë vetëm pak lutem të na dëgjosh. Unë po ju dëgjoj nga një orë, po. E keni kontradikt serioze brenda diskursit dhe të kërkesës tonë. Po thua që ne si parti kërkojmë nga gjitha parti dhe qytetarët të bashkohen në një qëllim tuajnë. Dhe mas 1 minute, vetëm 1 minutë nuk kaloj e thua
që na duesh ti se ty t'ka Kush e dënua tha këtë? gjykata. Kush Po e si tha është e këtë? mundur që mrenda një Kush e minute tha këtë që ti e s'ka shkatron një den për cilën Ky është qëndrimi jot, po unë nuk e thash që nuk na duhesh. Po më jenë keq për kontradiktën tonë. Tani, Absolutisht. po do t'ja përgjigje tani. Po nuk bëhet kjo kështu. Absolutisht që nuk morën thash qafë. as Pori kasetën, tani Edhe kujtim nderuar. gjyqi po shkruan. I nderuar. Edhe kuzim gjyqi po shkruan. Nuk ka Nuk u lënë. atëherë, ti Jo, je ma i po ri, ti je i ri në politikë. Dakord? Nuk ka asgjë të keqe. Kam përshtypjen që mund të jem edhe pak më përpara se sa ju në politikë, po shërën si ka. Okej, je i vjetër atëherë, do të më i vjetër. Je i vjetër, po të se mos gatrojnë me Saliun, pastaj ndaj ç'ta thak. Ti je i vjetër, ti je i vjetër diskuton në Agro. politikë. Tani, qëndrimi njerëzit kur janë në politikë duhet të jenë koherent me qëndrimet e tyre. Koherenca është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Por me sa duket ti nga kryetari koherencën nuk e ke mësuar. Sepse kryetari yt Ka një vendim gjykate dispozitiv që ne apo do jo? marrim, po morëm shkruaj, ma shkruaj pak atë. Ka një dispozitiv Po morëm një apo mandat, unë s'kam për ta marrë Ka një mandatin, pastaj u dispozitiv apo nuk lëmsh ka? dhe lat nam për atë mandat. Ka dispozitiv apo nuk ka? Mos Se ti mund të na flasësh edhe për seksin e ligjeve këtu, po. Trute, mos gënje aptas, sepse Ka një ai dispozitiv gjykatësi për vendim cilin flet ti, gjykate? ka vendosur, ka thënë që çfarë kam thënë unë për kryetarin tënd, dhe ty nuk të ka bërë kush është përshtypje, dhe ty kush nuk është të ka bërë gjobitur përshtypje, aty? ka thënë që nuk ishte shpifje. Po, zotria, je Gjithë gjobit çfarë me 3 që kam milion thënë. lek gjob. Tani, A je gjobit fol me ju me 3 fol me milion? tikun dhe pyete, kërkoj llogaritikun. Çfarë është kjo se Agroni Unë tha ditë lexoj që nuk sepse unë është jam dënuar avokat, Agroni për zotri, shpifje. unë jam Dhe avokat me kaq dhe flasim njoh për vendimet e gjëse gjykatës, njoh Prandaj ligjet. bez bashkimit si mund të flasim për kësi. Eltonë, Shiko, po kjo është kultura, më fal, shiko, kjo është kultura. Ne Po flasim për bashkimin. Ne si parti politike, unë e kuptoj. Se dhe zënësja juaj janë zgënjur. Edhe zënësja juaj po më shkruan. Prisnin të venin pas dhe përpiqet ndihmoj duke thënë i kemi dërguar Ermalit 6 pika dhe një nga pikat e Shkodrës zgjedhore të tjerë. Që të sqarojmë përfundimisht bashkë dhe me partinë tuaj dhe me. Unë ju kam thirrur sot këtu për t'ju pyetur, a janë i bashkë për të shkuar në këtë proces që ka propozuar zoti Ermal Asimja. Ata sqarojnë ju lisë me Jo, tani nuk do sqarosh, tani ti nuk do sqarosh më asnjë gjë. Se ti sqarove pikat. Sqarove i re nga Republika e Kinës. Dhe unë nuk mund të vazhdoj. Po më vjen keq tani. Tani unë kryetarin tënd do të stres ditën e njëjtë dhe do flas. Edhe zënësja juaj më thatë njëta të gjëra. Në Ermalin mo. Është Ermali. Ermal më falë. Po të shikojnë, po shikojnë zotrin. Se kuptoj sepse e keni marrë me kaq. Ermal më falë. Se kuptoj pse e keni marrë me kaq nervozitet këtë situatë, por megjithatë unë ju respektova sot dhe erdha këtu për të diskutuar dhe për t'ju sqaruar për gjitha pyetjet tuaja. Jeni të lirë që të bëni diversion, të bëni... Unë jam i lirë për të bërë diversion. Absolutisht, sepse për sa kohë që... Po ti duhet të përgjigjesh pyetjeve që unë të bëj kur të thresni një emision. Absolutisht që unë i përgjigjem ashtu si që di unë të Se ke përgjigjem. emisionin e parë që del, mësoj këtë gjë. Duhet të përgjigjesh pyetjeve që të bëjnë. Faleminderit, Jo ti unë i biesh bëj Po absolutisht më jep një përgjigje të tjera, ja ku janë gazetarët më të vjetër të kësaj Po ja pra republike, kolegët e mi që janë absolutisht gazetarë të njohur dhe me shumë eksperiencë, më thonë të njëjtën gjë. Tani Të falenderoj shumë Ermal për të konkluduar bashkë. Falenderoj. Falenderoj bashkë. Ylli, atëherë thjesht për ta konfirmuar, do të thënë ne kemi bisedu me Partinë Demokratike dhe aleatët e vet tradicional, që kanë qenë të hapur edhe plotësisht të gatshëm për të ulur në tryezë, se ky është thelbi i parë, se pastaj produkti i tryezës është tjetër gjë. Janë dhe gjërat që foli dhe Eltoni në fakt. Dhe nga ana tjetër edhe Shqipëria ka rënë dakord në parim që të marrë pjesë në tryezë, ka paraqitur disa kërkesa të veta që janë të domosdoshme, të arsyeshme, por janë treguar shumë serioz në gjitha diskutimet, shumë të mirë kuptueshëm, një proces komplet normal. Njëjtin diskutim kemi pasur edhe me zotin Dashamir Shej të LZHK-s, i cili gjithashtu ka thënë që do të vijë në tryezë. Gjithashtu edhe me lëvizjen në diaspora për Shqipërinë e lirë, kemi pasur dje konfirmimin e atyre në një mbledhje online, se kuptohet janë shumica jashtë. Dhe përveç këtyre pastaj, s'po fus tu aleatët e zakonshëm të Partisë Demokratike, përveç këtyre pastaj, se kjo është vetëm pjesa politike, partijake, pastaj është dhe pjesa e faktorëve tjerë të shoqërisë civile në dy nivele, organizata, që
që kanë patur dhe kanë luajtur një rol opozitar ndaj qeverisë, por edhe individ në të njëjtën kohë. Do t'i shikoni pastaj të gjitha bashkë për të jemi në tryezë dhe do të ilustrohet qartë ajo që po ju them unë. Domethënë, aty do të jetë 95% e opozitës e mbledhur në të gjitha senset, partijak dhe jo partijak. Nga ana tjetër, kjo nuk është se ka ndonjë qëndrim negativ këtë situatë ndaj asaj çfarë dëshirojnë që të bëjë zoti Shehe ose zoti Qori. Kanë rrugën e vet, nuk dëshirojnë që të bashkëpunojnë, tulen në tryezë, është vendimi i tyre, kanë arsyet e tyre, unë i respektoj plotësisht, nuk kam asnjë gjë, as nuk po i akuzoj për diçka, siç thot zoti Shehe, absolutisht asnjë lloj akuze, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë nuk kam akuza, kam argumenta që i kam paraqitur për t'i bindur që do ishte mirë që t'ishin dhe ata. Nuk janë, nuk është problem, kanë rrugën e tyre. Besoj që objektivat gjithsesi edhe brenda dhe jashtë tryezës i kemi të përbashkëta, kështu që shpresoj që edhe ata të jenë po aq të suksesshëm sa pjesa tjetër e opozitës që bashkëpunon. Zoti Jasimi, unë të falenderoj shumë. Faleminderit ty. Domethënë kjo është një nismë pozitive të thosha në të gjitha pikpamjet, por dhe edhe për faktin që Partia Demokratike është partia që ka deri në momentin që po flasim 500.000 vota të shqiptarëve tjera, por gjithsesi edhe skepticizmi i Jo, unë do të shem diçka në fakt. Ja, ta mbaroj logjikën, ta mbaroj skepticizmi është shumë i përlishëm për shkak të backgroundit që ti e di barabar me mua, për çfarë kanë ngjarë. Një kohë unë do ta përshtyte një herë kur Ilir Meta është ulur në grevurie në parlament shqiptar, sepse 12 u morën dhe e bën në copa. Në vitin 2008 tregon që ata ta shqyejnë. Tani, vetëm diçka ju... Por unë jam okej me nismën tënde, cila është një gjë shumë pozitive. Ne po e provojmë, ne po bëjmë diçka, më mirë se ta trim shtëpia dhe të tankohemi. Po nuk them dot pse po bën. Tani, personalisht po bën mirë. Me Ermalin ne kemi folur gjatë para se të merrte këtë iniciativë në fakt, sidomos, dhe mund të themi që ne mendojmë njësoj në pjesë më të madhe, po thoj se 99%. Kjo është një gjë që na ndan totalisht. Ai ka mendimin e vet, unë kam mendimin tim, unë e respektoj Ermalin për mendimin që ka dhe për përpjekjen e tij, dakord? Por ajo që ndjen Ermali nga ana ime dhe që përmenda unë këtu dhe thashë mua më duket sikur nuk pranohet fakti që dikush nuk ka besim tek partitë e vjetra dhe nuk do më të kthehet dhe të mbështes partitë e vjetra dhe ne ndjejmë një agresivitet sepse Ermal do ti, kryetari i Partisë Demokratike, pasi ne thamë jo, filloi avazin. Jo po i shërbejnë Ramës, jo janë të shitur, jo kush janë këta i është rritur mendja. Tani, ti e kupton vetë që ai është zëri ti dhe mendimi ti shumë i rëndësishëm, se ti vetë e the 95%, sepse 90% është PD-ja në fakt në opozit. Dhe prandaj, shumë e thjesht, vetë 95%. Ermal, thjesht për të thënë që ne nuk mund ta mohojmë këtë gjë. Në fakt, dhe dy gjëra dhe mbyll. Po se s'ka se sikosh ti ke qëndrimin tënd, Ermali, edhe Ermali ka punë vete, kupton? Nuk po kërkoj ti ndryshoj mendjen Ermalit, po jap argumentet e mia. Nga ana tjetër, kur kam thënë vazhdimisht, shikoni se mungojnë prezupostet, mungojnë qëllimi i përbashkët, nuk na ndan asgjë. Ne çdo ditë sot ka dalë lajmi, nëse të enjtën thanë që jo nuk ulemi me Edi Ramën, as për kodin zgjedhor, as për reformën territoriale, sot kanë thënë do ulemi. Nëse të enjtën thanë që jo po ne Berisha ka ndryshuar qasjen në raport me drejtësinë me Spakun, sot Berisha vajti te Spaku e tha të njëjtën gjë. Altin Troplini dhe shumë e radhë. Tani kjo për treguar cilat janë argumentat tona, nuk janë thjesht, nuk është se ne jemi kundër bashkimit parimisht, absolutisht do donim të ishte i mundur bashkimi. Është thjesht i pamundur për ne, është i pamundur për votuesit tanë. Jo, vazhdojmë të mbetim në këtë. Të falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve. Përshëndetje gjitha studia. Natën e mirë. Natën e mirë. Tani, zoti Gjaferi, ju ishit në procesin e Lapajt. Me që kuptova unë nga sekretari i përgjithshëm, sepse Lapaj është një angazhim tjetër dhe kemi ditë në njëjtë, si thash. Ju ishit në atë proteste dhe mirëbet. Ju dërgoj partia, po ishi shkuat vetë? Kisha ardhur ftesë patjetër nga Partia Shqipëria Bëhet dhe normalisht në koordinim dhe me lejen e partisë shkova me një grup të rinj, po ishte patjetër dhe dëshira ime personale. Ishte dhe dëshira personale. Vetë ofrova.
nga këto partitë e reja të cilët morën pjesë në zgjedhje, se këto janë krijesa të reja tani, për shembull, ose thirrja e Dashit që përmendi e sforcuar duket edhe kjo, thirrja e Dashit, tjetër çdo njeri ka drejtë të gjithë jetën e vet punojnë të përpiqet për të rikthyer, për të kthyer sa doj politik. Por nga forcat që ne kemi, unë mora këta të cilët matën forcat dhe morën Agroni ka deputet. Zoti Dëshamir Shehi mori ca vota, po nuk i përktheu mandate, dhe i ka marrë vota. E po, Agroni si përktheu në mandate, Lapaj nuk i përktheu do të mandate, sepse Edi Rama, po themi Edi Rama dhe Sali Berisha, që nga 2008 kanë vrarë kodin zgjedhor, e kanë ekzekutuar. Unë mendoj që nuk është e kanë pushkatuar, po, pse është ndryshe? Po para 2008-ës ka qenë sistem mazhoritar, që partitë e vogla s'kishin asnjë shans në atë 100-ën e mandateve. Pastaj te proporcionale me korrektues kombëtar, vetëm me ndihmën e partive të mëdha merrnin mandate. Nëse trafikoi vota në mënyrën e megadushkut. Pas 2008-ës në sistemin rajonal proporcional, ka shanse më të larta për partitë e vogla, po në fakt kodi u vra në 2020-ën kur nuk u plotësua marrëveshja që u bë në praninë e ambasadës amerikane, ku hoqën koalicionet parazgjedhore. Dhe tani, ky sistemi sot që vi detyron partitë e vogla. Koalicionet nuk janë nejtë. Po pra hoqën në 2020-ën. Jo. Po, është 100%. Kjo është. Mirë. Po e vërtet është. Po është e vërtet, 2020 janë hequr koalicion. 2020 janë hequr. Bëri Rama vetëm. Tani, dhe pikrisht, kjo gjë i vrau përfundimisht partitë e vogla që i detyron o të kenë identitetin e tyre dhe të humbin shumë mandate, ose të bëhen një zgjatimi i partisë madhe në lista dhe mos prodhojnë as vota. Ti informojnë shikuesit. Po tjetër, ja, jemi dy veta që e themi. Koalicioni brenda një listë zgjedhore s'ja ka ndaluar. Jo, koalicioni me para zgjedhore me lista të ndara. Me lista të ndara. Kjo pra është identiteti një partie. Kjo është shumë e madhe, kjo është i dëm që ti e vret partinë e vogël. Ndërkohë, sistemi 2008-ës e ndihmonte partinë e vogël, se me listën tënde garo 140 kandidat, diku do korrektohesh në mënyrë proporcionale rajonale dhe mund prodhonte më shumë mandate. Koalicionin tërësi, po dhe partitë e vogla në veçanti. Pra, po e bëra këtë vetëm për korrektim, si kështu. Pra, unë mendoj që 2020-a, me daljen nga sistemi parlamentar të opozitës së asaj kohe, u vra çdo sistem i mundshëm dhe për partitë e vogla. Tani, që të rikthesh koalicionin parazgjedhor me lista të ndara, ku partitë të kenë identitetin e tyre, programin e tyre, po dhe për arsye strategjike, taktike, bashkohen drejt një koalicioni, duhet presion dhe duhet bashkëpunim. Pra, prandaj thash që në fillim, mekanizmi Partia Demokratike mos shikohet si gogoli për partitë e vogla, por mund shikohet si mekanizmi që mund t'i mbrojë partitë e vogla. Ne nuk jemi për të zhdukur partitë e vogla, as identitet. Nga ky proces nuk do dalim të bashkuar. Nuk është Besart Xhaferi. Nga ky proces nuk do dalim të bashkuar në një parti. Jo, ta korrektoj dhe unë, më lejo ta korrektoj. Nuk është Besart Xhaferi. Dhe unë jam plotësisht dakord. Unë e di dhe linjën e Partisë Demokratike dhe kryetarit, se kam biseduar. Partia Demokratike. Ne nuk duam i zhdukur. Partia Demokratike. Atë e vendosin elektorati. Por ama votat që marrin të maksimizojnë në mandat. Partia Demokratike dhe Edi Rama që nga viti 2008 kanë ekzekutuar partitë e vogla. Partitë e vogla kanë qenë asgjë para 2008-ës. Pra, në çfarë sistemi mazhoritar mund të fitonte një parti e Po vogël? Ilir Meta pse u fut në grevë pse? Unë nuk e di pse Ilir Meta në grevë. Unë them me një bindje pak me një gjykim të ftohtë dhe me numra, ka qenë më e vështirë para 2008-ës për partitë e vogla të prodhonin mandate dhe madje i prodhonin në mënyrë të trafikuar votër si megadushku. Kush e ka ndjekur politikën? Dy personazhe që kishin këtu, por dhe Lapaj më tha mua, me Sali Berishën kur tha, më tha në lidhje kur bëm bashkë. Tani, Zoti Shehaj dhe Zoti Qori thanë qartësisht që ne nuk bashkohemi. Ju keni deklaruar që Sali Berisha duhet largohen nga drejtimi i PD-s siç e parashikon statutin se nuk arrin të sigurojë dot zgjedhje të parakohshme. I qëndroni këtij mendimi apo Atë vendim apo mendime, sido që tjetë, e vendosin antarët e Partisë Demokratike, pastaj unë mendimin tim... Jo, të edhe nëse mendimin e antarëve dim... Kam thënë një herë, Ylli është lajm shumë i vjetër. I vjetër? Po. Lajm i vjetër. Është i vjetër, përderisa nuk ka ndryshuar, se... është lajm i vjetër... Do ishte i ri, po të ndryshonte. Po, dakord, po... Lajm i vjetër, okej. Atëre. Mendim nga një agent ndryshon shumë. Zoti Argjiu, Zoti Tela, Adriatik Lapaj duket si më afër idesë bashkimit. Masë dëgjuam. Edhe disa forca të reja që po kryojnë tani tha, dikush për diasporën, dashej që ishte dhe është vazhdimisht. Tani, që mendoni, kush humbet dhe kush fiton nga kjo? A fiton Lapaj? Ja, po Berisha. Në fakt, po të bashkoheshin
Nuk ka rëndësi se fiton Berisha apo fiton, apo fiton tjetri, apo fiton ky, apo fiton ky emër. Por unë do ta bëj si pyetje këtë si gazetar. Sepse në fund të fundit dhe gjithë kjo kërkesë është për vota tani, që të mos e fshejmë, të mos fshihemi pas gishtit. Ja, nuk është për vota. Pse e kërkoni agronin ju pastaj për... Po nuk është për vota. Farimore, Nuk është për vota. ishtë jemi bashkë. E kërkoni Nuk është për vota, mëse partia mundësia mund të ketë 50.000 vota 11 Me ka maj. idem për të maksimum. Paq më 50 ai, 150 Nuk është për vota. 50 lapaj. 50 ai, 150 fiton Nuk zgjedhjet. është për vota, sepse 11 maj është një foto e votave të partisë. Partia mundësia mund të jetë 100.000 vota sot. Po. Mund të jetë 20.000 nëse bën vendimet gabuara. Dhe Partia Demokratike ishte 530.000. Mund të jetë 600.000 nëse ka bë vendimet dura, mund të jetë 400.000 nëse ka bë vendimet gabuara. Nuk është çështje votash. Kjo është çështje për të barazuar garën. Tani barazimi i garës, nëse është dhe protesta e fragmentarizuar, bëhet akoma dhe më e pamundur. Nëse protesta është e përbashkët, në një numërues të përbashkët, mund bëhet më e mundur. Mund të kesh vëmendjen e ndërkombëtarëve më kollaj. Mund të kesh presionin shoqëror më të lartë. Pra, nuk është çështje bashkim votash, apo bashkim programesh, apo bashkim ideologjish, apo e gjithçka është që çfarë mund ta bashkoj mbi ndasitë tona. Ne do kemi ndasi sa të duash. Patjetër zoti Shejaj do ketë ndasi me Partinë Demokratike se si ne përcaktojmë drejtsinë. Dhe e pranojmë këtë ndasi. Por ka edhe një gjë tjetër përbashkët. Zoti Shejaj shef zoti Ramën autokrat, nuk e shikon një kryeminist legjitim të Shqipërisë. E shikon një autokrat. Edhe Saliun e shikon si autokrat. Ose e shikon si që më shkruan një analist, Ermali filloi lëvizjen për dialog sot me njeriu në... Zoti Shej mund të ketë 15, Zoti Shej vë kushte Zotit Berisha. Ore, ju keni filluar. Tani doni dialog në një parti që ka bërë monolog për 30-40 vjet. Po, po hapim dialogun. Dhe dialogu, kur vjen çështja të kush është... Nuk ta pranon mo zotëri, nuk ta pranon. Kur vjen çështja të kush është kryeministri, vjen kushte edhe më të forta. Kur numrat janë mjaftueshëm për... Tela dhe... Besart, unë e kam një, se pare një konstatim, pastaj një papajtueshmëri me këtë që po kërkohet realisht. Nëse këto parti kanë dalë nga Partia Demokratike, për një arsye të vetme, për shkak të një leadershipi, edhe, domethënë, është e vështirë të bindësh edhe ata dhe elektoratin që të hynë brenda një ombrele të pandryshuar, ose leadershipi pandryshuar. Më mirë është që për të arritur një demokraci brenda partive opozitare, dhe kjo demokraci pastaj të shtrihet edhe në demokracinë e elektoratit për të ndryshuar pushtetin. E gjithë projekcioni, aq sa kam përvojë, e besoj që u bën 30 vite në gjithë shtrirjen në Shqipëri, partitë e vogla duhet të jenë një farë lloj regulatori i sistemit. Dhe ky regulator i sistemit është kur partitë e mëdha nuk bashkohen për të ndërtuar sistemin vetëm. Dhe për faktin që dy partitë gjithmonë e kanë ndërtuar sistemin politik vetëm, mosbesimi është i madh. Dhe së pari duhet ta krijoni besimin, pastaj ta krijoni pajtueshmërinë për lojën politike. Unë besoj që e gjithë rruga politike e partive të vogla është që të rriten nga në 4 deputet, në 5 deputet, dhe Partia Socialiste të zbret në 70. Ideja që, se kur keni monopol, ideja që zbret nga monopoli edhe të bën që t'jesh ma pak arrogant, ma pak autokrat dhe ma pak dhe shumë i ndjeshëm ndaj asaj që të vjen. Tash, na e kemi një lider opozitar, që është edhe lider i partisë tuaj, ku ti e përfaqëson rinin, besar dhe kam një gjë, diskursi që një kohë gjatë nuk ka ndryshuar. Dhe problemi është si ta brindesh Agron Shejajn ose zotin Qora ose tjetrin me diskurs të pandryshuar. Dhe nëse ky diskursi pandryshuar e mban në një farë mënyre peshen e më suksesit, si mundet pesha më suksesit të një leadershipi të shndrohet në parim të bashkimit. Këtu gjëra i kanë paqarta se nuk shkojnë bashkë.
Nëse më jap këto përgjigje, ose Agroni, ose ti, atëherë une jam me ju përkra bashkimit. Por nuk ka fjali që mu mbindin. Tash, po tisha une në kryet një parti opozitare, do e shëroja veten nga bashkimet artificiale dhe do bëja qmos që të arris kuotën time në 5 deputet. Kur synon rritin e kuotës tonë në 5 deputet, atëherë bashkimin e pranon me vështërsi për një arsyet vetme. Se deri me tash, çdo përpjekje ka qenë pa fuqi. Dhe kur çdo përpjekje është pa fuqi, atëherë njeriu provon vetë, se nuk fiton asgjë nga kjo. Këto gjërat lutem se di si më sqaron si ja jap mozaikun në përgjigjes, po unë kam këtë bindje. Desert? Argumenti juaj filloi me parimin që partitë të ndryshme opozitare janë shkëputur nga Partia Demokratike dhe është gati e pa logjikshme. Jo, besueshmërinë, po sqarom aty mu. Problemi është te besueshmëria. Kemi edhe një rast që Lëvizja Socialiste për Integrim u shkëput nga Partia Socialiste dhe në 2013 u desh përsëri të bënte një koalicion që të ndodhte ajo ndryshimi. Ta tregoj edhe arsyen pse. Po dakord, arsyet mund të jenë të një mita. Thjesht thash si çështje. Thash si çështje. Pra, ekziston në precedencën e politikës shqiptare shkëputje dhe grupim dhe pastaj edhe bashkëpunim. S'është për të marrë shembull. Jo, po dakord, është për të marrë shembull, por për pragmatizmin elektoral, ajo Besar, vetëm se se morë shembull. Nuk e marr shumë nga ana morale, nga aleanca si u quajt atëherë me atë term. Por zoti Besar, lutem vetëm Paton ka qenë shumë pro këtij bashkimi në 2013. Kupton? Jo, une po Kemi baton. Po pra, as kemi baton. Po i pra se më thot për atë kishte sens për këtë s'ka sens. Jo, ja po ta gjej arsyen. Besart, arsyeja pse LSI-a është bashku, e ka pas një moment krize morale, e cila ka qenë e atakueshme nga Partia Socialiste. Demonstrata 21 janarit u bë pikërisht për shkak të Ilir Metës. E vetmja mundësi për të larguar. Kjo konsakrua me bashkim 2013. Jo, vetmja mundësi për të larguar. Do flasim për të ardhmen se. Nga ajo ishte bashkimi i kësaj. E humbi, po sidoqoftë vazhdo. E thash si kundër argument, megjithatë njerëzit e vendosin vetë. Tani, për diskursin e zotit Berisha, që mund të ketë tradicional dhe konservativ, sepse i tillë është si politikan, e je përgjigjen pa tjetër elektorati dhe sidomos elektorati në një palë zgjedhje ndershme të lira. Kjo është e para. Tani, nëse elektorati... Ty s'ta kam bërë asnjë këtë pyetje me që je brenda. Jo, po që mos na ik në moment. Jo, nuk i. Kush i cakton zgjedhjet? A janë të lira apo jo? Po raporti OSBE Odirit, minimalisht, që është diçka jashtë mbi palët. Dhe ç'thot ai? Po i thotë të tëra. Të gjitha akuzat tona. Po në fund thotë janë zgjedhje normale. Janë zgjedhje të konkurrueshme. Tani konkurrueshme është se PD-ja ka marrë 530.000 vota, por që ishin zgjedhje kundër një partie. Konkurrueshme pastaj. Po kundër një. Ja u lë ju brenda si thua. Zgjedhje konkurrueshme shumë ndar. Ta themi më metaforike, ja u lë ju brenda. Jo, s'është as pak ajo gjë, po gjithsesi, kjo ishte për në një reels, po. Po dakord. Por unë jam me ty dakord këtë po ata kanë dhënë këtë përgjigje. Kur ata thonë që kishe përballë parti shtet, asnjëherë se janë të lira dhe të ndershme. Të konkurrueshme mund të jenë, sepse ishin 2 opsione, apo dhe 7 opsione dhe 8 opsione që prodhuan dhe mandate dhe vota. Tani, për diskursin e vendos patjetër elektorati. Dhe mund të jetë një diskurs më modern tani, zoti Sheaj, që është më afër le të themi modernitetit, mund të jetë një diskurs më kombëtar patriotik nga dikush tjetër, mund të jetë diskurs më i majt nga dikush tjetër. Por këtë nuk qëndron këtu problemi. Për mua problemi kryesor qëndron farsa elektorale. Ti më zhvish mua nga farsa elektorale, pra bëje me kushtet e Maqedonisë Veriut zgjedhjet dhe pastaj hajde të gjithë do dalim do themi është dështimi i zotit Berisha sepse ti ke një diskurs të vjetër. Këtu qëndron. Që kur unë jam një djalë i ri që shkova, garova në listë mbyllur, i 12 në listë, pra isha në atë edgjin, në atë kufirin e fundit, dhe isha drejtues politik te Dega 1, pra në zonën 1 të Tiranës, ku kisha përballë ministrin e Brendshëm. Një njeri që u prezantua në jetën publike as 3 muaj para zgjedhjeve. Dhe ai mori 20.000 vota. Unë ndërkohë kam 5 vjet që shkojnë çdo studio televizive, mundohem të jem djalë i ri, sipërmarrës në karrierë, pa akuza korrupsioni, dhe të përqafohesha nga ajo zonë, jo më përqafua Ervin Hoxha.
Po ti është i bindur që nëse unë shkoj si Besar Xhaferi qytetar dhe Ervin Hoxha si qytetar dhe jo ministër, mund të jetë e kundërta baton. Sepse këtu qëndron problemi i parë. Te diskursi, po, unë s'kisha diskurs vjetër. Unë propozova, unë s'kisha diskurs vjetër në fushat. Po, vetëm një gjë. Po pritur, sepse ne flasim për pluralizëm mendimi dhe pastaj mendimin e marrim tek lideri. Pra, lideri më përfaqëson dhe mua, jo, unë përfaqësoj dhe veten, kur shkoj në atë zonë. Dhe përsëri prodhojt njëjtin rezultat. Prodhojt unison gjithë Tiranë njëjtin rezultat. Dhe në emrat më të votuar, ka dhe një unison nga kjo farsë elektorale 11 maj. Emrat më të votuar janë o fiqar shumë të lartë, me shumë drejtorira dhe me kapacitete buxhetore nga taksa paguesit shqiptar, ose emra anonim që kanë zgjedhur bandat kriminale. Tani, këtë si ma zgjidhë mua, se mirë me diskursin politik lideri tim do merrem. Po ti si ma zgjidhë mua, ti si opinionist, që zgjidhje mjep? Atëherë, ka disa fakte që janë të pakontestueshme. Tani unë kam qenë brenda Partisë Demokratike dhe ka një arsye pse dola nga Partia Demokratike dhe nuk më detyron as krimi, as droga dhe as nuk bën sens. Jo, thjesht po ta shpjegoj, po të them që opozita në përgjithësi ka një problem me besueshmërinë dhe nuk bën asgjë për të rregulluar të problemin me besueshmërinë, kjo është e qartë. Është e qartë. Dhe nëse ka një njeri që e di shumë mirë se si fitohet besimi i qytetarëve, se ka fituar disa herë ku ka qenë në opozitë, ky është Sali Berisha. Por kur ti vete në një palë zgjedhje në 2025-ën dhe vendos të njëjtën listë me kandidat që dikush po mos ti ndryshonte për ata që nuk ndjekin politikën, e t'ja jepi, ti thoshe kjo është lista e 2013-ës, ai do besonte që ishte 2013, se ishte e njëjta identike me shumë pak dallim. Një pjesë e njëjta, një pjesë shumë konsiderueshme ndryshme. Identike. Po diku te 17 deputet mandat parë. Zgjedhjet kanë qenë skandal, jemi totalisht dakord për këtë gjë. Po zgjedhjet nuk ishte skandal vetëm këtë radhë. Zgjedhjet ishin skandal edhe në 2021-shin. Zgjedhjet ishin skandal edhe në 2017. Tani të njëjtat problematika janë rënduar, po mund të jetë edhe janë rënduar. Sigurisht PD-ja kishte problemin e vulës që nuk e kishte, për qarja ka rënduar. Por ne nuk mund të mohojmë faktin. Mjafton, të lutem. Edhe drejtësia asimetrike. Të lutem. Ne nuk mund, ore ka vuajtur nga të qenit opozit. Kur jenë opozit, drejtësia asimetrike. Kur jenë opozit i këtë gjitha. Edhe drejtësia merret me opozitën, pastaj me gjithë hallët. Gjitha, i këtë gjitha. Kur jenë opozit, por ama kur jenë opozit, i këtë gjitha disfavoret, po ke një favor. Ke kohë të fitosh besueshmërinë duke reformuar, duke ndryshuar. Tani, është fakt që Partia Demokratike, opozita, jo Partia Demokratike, opozita mori, në 2021 mori 750.000 vota. Në 2025 ka marrë 500.000 vota, po thuaj, se që janë shumë. Jo, opozita ka marrë më tepër. Jo, opozita. Po u fragmentarizua. E njëjta opozit ka marrë, po thuaj, se të njëjtat pra fragmentarizimi, po, të tjetër. 150.000 prej tyre kanë zgjedhur një parti të re, sikur më parë. Nëse partitë e reja deri në 2021 merrnin pak a shumë 30, 40, 50.000 vota, dakord? Po kryesisht votuesi opozitar. Nuk e dim këtë, nuk e dim këtë. Dije se Partia Socialiste nga 48% shkon 53. Po kjo s'do të thotë, kjo është matematik. Kjo nuk do të thotë gjë. Po do të thotë shumë. Po nuk do të thotë gjë, të lutem tani, se nuk mos futemi në detaj. Se mund të futem në detaj ta shpjegoj si nuk është e thënë. Por sigurisht votat e kryesore janë votat opozitare. Janë vota opozitare që nuk kanë parë dhe po mbyll. Janë vota opozitare që nuk kanë më besim tek partitë tradicionale. Ka që vështirë është. Prima te Partia Socialiste u rrit besimi. U rritën vota. Ora un po flas, ne e dim si i merr Partia Socialiste votat. Ora do shkojmë ndonjë nga vetja ne apo do shkojmë vetëm nga? Dakor. Do shkojmë ndonjë nga vetja. Un patjetër besoj që të shkojmë nga vetja janë. Po patjetër edhe nga vetja shohim agron që fragmentarizimi është problem. Të lutem, atëherë. Me kodin aktual. Kush e ka përgjegjësinë pse 150.000 votues zgjodhen mos votonin më parti tradicionale? Votuesit kanë fajin. Apo e ka fajin unë që Jo, as pak. Kush e ka fajin? Se partitë e reja, partitë e reja ishin krijuar dhe më përpara. Pra mund të them dhe partia e ka të Partia Demokratike. Herë tjetër do bëjmë këtë bisedë. Ajo që po kërkoj të them, pra çfarë rritëm? Lutem. Ajo që po kërkoj të them është kjo. Opozita ka një problem shumë të madh me besueshmërinë. Dhe duhet të shoh numrat, votat. Jo të kërkoj alibit dhe justifikimet. Dhe sa më shumë, të lutem, sa më shumë, dhe po e mbyll, dhe sa më shumë do shoh në drejtimin e gabuar dhe jo nga vetja, duke kërkuar zgjidhje me bashkime fiktive, me bashkime dhe duke ja dhënë fajin partive të vogla nuk është as bashkim, as fajin për bashkëpunime, për bashkëpunime dhe për ta gjetur arsyen te partitë e vogla, aq më keq do të Tela. Kjo është aq po them. Ne nisim të iniciativa e grupit të... Po, pikërisht pra të mbetemi... Dhe, a i thot do mbledh një trues me partitë dhe
me shoqërinë civile që këtu nuk ekziston dhe me intelektual që mund të mbajnë fjalimin atë ditë dhe të nesër në vijojnë punët tyre. Kështu që gjithë çështja ngjelet te partitë politike. Nga zgjedhjet e fundit, ne kishim një grup opozitar, themi Partia Demokratike, Shqipëria bëhet, Mundësia edhe Lëvizje Bashk. Lëvizja Bashk ka që ditët e para ka thënë që ne jemi vetë dhe nuk bashkojmë asnjë tjetër dhe nuk tentuan të bashkoheshin as për kandidatët për zgjedhjet lokale, nëse do të bëheshin në Tiranë. Mundësia po del veç kësaj nisme, kështu që i bie dy partitë që do bashkohen te kjo nisma, është Partia Demokratike edhe Lëvizja Bashk. Në momentin që Hasimja mori këtë iniciativën, mendoj ka parë këtë tryezën që sapo doli në ekran të Partisë Demokratike, me gjithë partitë opozitare, pa protestat e lapajt për para kryeministrisë, të shejt, për ballukun të Lëvizjes Bashk, edhe tha, pse mos provoj t'im lidh bashk këta. Të gjithë. Dakor? Por Po një përpjekje e ligjshme është ajo. patjetër, po nëse E drejta është edhe ta kërkoj. nëse zoti Lapaj dhe PD-ja në ato momentet që Lapaj dolin protest, filluan këto ngacmimet, ajde ti të unë, vi unë të ty, pse zjen ti të unë, janë bërë një 2 muaj që zoti Lapaj mban protestën para kryeministrisë, ai rezultati që prodhuan zgjedhjet e 2025-s, 60.000 votat, treguan që nuk ka një mbështetje të tillë për momentin, sepse atje në përditshmën e tij nuk mblidheshin as 60 veta. Se mi gënjër se tani duket ky Lapaj. Po, Se këtë e gënjur të Shabani edhe se po këtë ky të gënjur. edhe prej asaj ndoshta është prodhuar kjo diferencë. Po edhe protestën për shembull të Shtunës, për cilën u përpoq, as 200 veta nuk u bën aty, ndoshta duke shtuar edhe njerëzit që duke sjell zoti Xhaferi. Ja 500 dhe Xhaferi 501. Në një lloj pikpamje, zoti Lapaj dhe partia e tij mund ta përdorin këtë tryezën edhe si një dalje nga ajo protesta atje, pra po bashkohemi me PD-n për të bërë protestë bashkë, edhe PD si intereson në një farë forme për të thënë, okay, që jemi të hapur ndaj partive. Përfundimisht Tela, pra mund të ketë sukses kjo thua ti? Ja, nuk besoj se ka sukses. Për Baton? Zoti Shehaj do po përpiqet të jetë konsekuent në pjesën e tij dhe ndoshta po përpiqet të imitoj pak a shumë partinë e zonës Meloni në Itali, se edhe ajo 2% ka qenë në fillim. Edhe arriti të shmang në poshtë edhe Berlusconi në fund. Por atje janë zgjedhje demokratike. Është shumë e lehtë që të ngjitesh. Ku është e pamundur që vetëm të arrish atë përqindje që kërkon. Për pak vite. Unë besoj, ne kemi të bëjmë me 2 liderë të cilët po konsumohen. Lideri Sali Berisha thua ti dhe lideri Edi Rama. Po, dhe kanë kohën e vetë politike. Ata të cilët dëshirojnë me pas vazhdimsi politike. Megjithatë, politika është maraton, është një vrapim. Dhe brenda maratonës, ku këtu fitojnë gjithmonë pleqë. Jo, brenda maratonës ti e pret rastin tënd. Është e pamundur mos me pas sukses një parti politike, nëse ka vazhdimsi, nëse e kërkon të vërtetën, edhe nëse shkon te elektorati. Është e pamundur. Në këtë pikë, unë në çfarëdo varianti, unë jam me zotin Qoraj edhe zotin Shehaj, për arsye se kanë qenë konsekuent, ose kanë pas një farë rrjedhshmërie të kërkesave të tyre. Dhe kam bindjen që tash t'ju thëm edhe Partia Demokratike në Itali e ka pas një ramje të madhe të tillë, çfarë ka Partia Demokratike këtu ose Demokristiane. Pastaj kanë pas partitë në regjion, një ramje të tillë të cilat kanë pas një traditë dhe janë zëvendësuar me leadership të ri. Po pra, u përpoq edhe unë do të krahasoj me Italinë, po nuk krahasohet tash zgjedhjet që bëhen atje, mënyra si edhe përfaqësuesit zgjedhjet këtu. Edhe përfaqësuesit që nxjerrin këta baton. Në këtë moment janë njerëz të besueshmore. Me merr Besart Xhaferin. Ama unë kam problem me Besartin. Unë e kuptoj Besartin që Besartin e merr dhe e dërgon se dhe i besueshëm me të gjitha, po dhe nuk mund ta pyesim dot tani se dhe çeqi dhe Besarti e tjerë tani në gjërat që ka se hapësirat janë të ngushta pak. I bera dhe të pjesën e parë. Unë përveç kryetarit që nuk ndryshon kur, njerëzit e tjerë të rëndësishëm janë po ata. Flamuri, Vokshi, tjetri. Se dhe tani kush e di se do prezësh ti aty? Se do bëhesh dhe ti pastaj? Po, patjetër që unë do konsumohem në opozitë, për kështu i bie.
Do bëjmë i tjetër Në opozit nuk quhet. do bëjmë i tjetër. Në opozit nuk quhet konsumimi. Jo, pra jo, e vërtetë. Unë e pajto me Besardin Ka njerëz janë fut 25 vjeç në 2003. Po, dhe në opozit aty. Ka dhe nga ata që janë konsumuar në opozit, nuk ta uroj, dhe nuk besoj se ti të konsumosh. Po, e tha me atë. Ka nga ata që janë aq të zotë në thonjë sa konsumohen në Edhe agronin në opozit, ka nisë. Ka shumë sa duash. Mo Besardi nuk ka këto përfitimet Do patër këtore. kujdes dhe në opozit. Nuk ka as përfitimet kullave të tendera e kështu se këta nuk janë keq, kanë ndajnë dhe gjera tani. Ka shumë që konsumohen dhe në opozit. Jo, Ylli, une... Nuk është garanci mos... Që ta mbyllim tani se dhe zoti Blendi Klosi... Një fjali e kam. Numri 2 për ti se ata me zivin. E ke vënë re Besart që ata nuk dalin. Emisioni juaj ka një simpati të publiku. Për qa po vjen ajo? Ju jeni thertore dhe ata s'vinë, e kupton? Jo, por... Që do vinë të flasë... Nuk punon të i Albania një muaj. Nuk pagojnë do të lekë të telefonit dhe të vjen me gjopë pas të agron. E di pse? Se ti dhe i pagonë një ku telefonit to se ke problem. E di pse Ylli? Se i Albania, ashtu si ishte letë për ta ndërtuar, se mendoni se ishte letë për ta ndërtuar, po të bësh i Albania, po i state, është shumë e vështirë. Dhe që ndodhim një situatë, kanë bërë o bura ta bëjmë për propagandë, dhe janë në kushte tani që ata që e kanë bërë, janë të akuzuar se janë pjesë e një bande kriminale. Tani më falë, jo, rruga së që fare, më falë, si do ta zgjidhësh ti këtë problem, ata janë pengë, sepse po u fik i Albania, këtu bëhet anarki. Qartë. Ky është problemi që kanë. Unë do të vazhdojmë. Nuk i largon dot banditit kështu. Kjo do vazhdoj, ne do vazhdojmë, tani ne do të pyesim. Mos prit shumë që do vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj gjatë tua? Vazhdoj gjatë, jo. Të gjithë dyshojnë në Besart që nuk do të vazhdoj gjatë. Po si do vazhdoj? Allah, është ka punë. Ska si vazhdojnë. Thuaj, po e më doktori i kryon ato parti, pëse pak e në ta, Fatmiri që ishte aty. Dhe jeni shiri ishte, deri, jeni shiri me të grënja 4 mesazhe. Aty janë ata, si vizin. Aty janë aty, gjithmonë. Besardi e ka një fare etike dhe edukate që edhe pajtohem me ty Besart që në publik kur nuk do të kritikosh t'i idejnë, pra sy se je mranda një strukture dhe do të quaja të pa edukat nëse ki qëndrim kritik mranda studios të një partije. Por betejen do t'a bësh mranda, vla. Por beteja jote është aty për t'a ndryshuar. Forumet e Partisë Demokratike e sigurtër që debat dhe betej bëhet, në mos kërë është me dyre të mbyllura, por unë nuk është se devijova nga ajo që ti the. Por unë thash që ata e vendosin datet e zgjedhjeve. Ti më shpjegota një rastin, unë përballë Ervin Hoxhës, kush është Ervin Hoxha, më? Kush është sot Ervin Hoxha në parlament? Përveç se ka qenë drejtor dhe ministër. Pra këtë thash, lutem ma konsidero si shembull. Unë isha i pafuqishëm. Të nderuar të rishikues, kjo ishte pjesë e parë, besoj tani ndoshta inshallah vazhdon, e kupton si proces ideja për të bërë parti të bashkohen me opozicionin, se edhe ne vazhdojmë emisionin ora. Bëjmë emisione se po u tha fare gjeja tani, se mos të bjerë baton të shkretohet, është gjendje keqe. Duhet që të vazhdojmë emisionin, duhet të bëjnë këto si bashkime, si gjëra. Natyrisht të bëjnë direkt, dhe ne të mblidhemi dhe të flasim këtu, batoni vjen tela, vjen. Trego dhe pak simpati se i mbyllet derën me të parën. Kujta? Jo, ma asimin e shkret ata e kanë bërë agjentë të Soros e ti tani, ma? Jo, asimin për Shqipërinë bëhet, besoj se ishe shumë... Ja, ka cila kretar, do të sekretari, në të e një ditë, pa i foli gjera tjera. Pa dakord të bërë. Gjera tjera, tem tjetër. Nese, do të thes dhe ata unë më vonë në qartë. Tani unë do të thes Blendi Klosin dhe do të mbeten dy bashkëpunëtorët e mi. Do të jetë edhe Indris Vokshi që do shtohet bashkë me zotin Klosi, do vi këtu dhe do të shpjegojnë që po bën tani regjimi. Nuk të kohë që jetojmë, do t'ja grënë. Fare shkurt publicitet dhe... Kur është që po vjedhë? Faleminderit shumë, doktor, thua ti, jo. S'nalon. Se dhe vazhdojnë. Bakshi është online. Publicitet dhe rikthej me njerë.